Nderuar të shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë, siç e thamë, pjesë me problematika të tjera, por që ngjan shumë edhe me problemet që kishin pjesën e parë, Nikol. Gjërat ngjajnë shumë. E ke vënë re ti? Mos kemi filluar të ngjajmë dhe ne si bënim gazetat ndryshme. Ti bën një kohë jon, unë Albanian e gjithë. Thereshim në fillim, tani jemi bërë si miq. Do të thonë thereshim kotore. Vetëm Dori që kalonte Dorkekua i shkret, kalonte erdhe ty, merrte lekët aty. I merrte edhe unë tallej me të dy dhe ikte. Sepse nuk kuptonte gjifare. Tani ylli do thuash që edhe Berisha me Ramën këtë punë po bëjnë. Po tani të kokë kemb. Ndërtojnë bashkë, ndërtojnë qytetin, bëjnë çfarë do të thotë qefi, fëmijët në punë dhe gjitha. Edhe ne të kujtohet të ç'bënim. Atëre. Luftuam për liri e për atë dhe gjithë savone kuptuam që armiku ish me ne. Ishim ne, ore, zotri. Tani tema. Vijon foltorja, kemi tani nderuar të shikuesë, opozita e Shqipërisë, dy pjesë kemi, të parën kemi foltoren, që vazhdon, dhe pastaj do të kemi pjesën e dytë në pas foltores, kemi për nesër në gjykatën kushtetuese do të jetë Belinda Balluku, ku ka pasur një përplasje replikash të ashpra, të forta midis Edi Ramës dhe Sali Berishës. Tani, nuk ngatron Razhan se di që ishte Todor Keko se kam bërë shkrim të rëndësishëm, jo Gosh, edhe Gosh Levonja këtë punë bënte. Njërë të Nikua, njërë të unë, bënte shkrimin të unë, shkonte të Nikua. Kundërshtonte shkrimin e vetë. E mbaronte aty, bej editorial, vinte e bënte copa shkrimin e vetë. E di dhe këte, po Kekua e bënte më lartë akoma, më me artë, dhe taleshin me atë që beni, me kupton, vite më parë, këtë punë kemi berë në këtë vend. Se është Nikua sot, ndaj e thash këtë gjë. Tani, opozita e Shqipërisë ishte sot në shesh, Niko. Është shumë pak njerëz ishin ndedhur dhe një pjesë e ata që dolin para qanin më shumë hallet e tyre. Një minutë, se s'kem baruar, se do prezentoj, prita ty, se si e vetëm ti këtu. E prezentuar mua, Ja, ty po më, por nuk të le të flasë. Ta prezentojon. Se po më merë emisionin. Entona Bilega, po? Analisti i njohur, ish redaktori i gazetës Kojon, apo jo? Ja, mbaroj emisionin. Jeton me këtë pikëllimin e ushqen kujtime tani se jeton me të shkuar. Vazhdo. Atëherë, po them... Jo, s'ke prezentuar dy tjerë. Prezentove, mbaroj emisionin. Ore, Denisin dhe Telën. Tela ishte, po Denisi se prezentove. Tela gazetare i njohur. Tani, atëre. Pa humor. Foltoria për mua është një turp i madh. Të lutem. Sepse e bërë pyetjen ti. Një foltore e tillë është sinqerisht një turp i madh për demokratët, një lojë që po luan nën kulisa Berisha për të mbajtur Ramën në pushtet pas këtyre ngjarjeve të fundit. Nuk e di, dëgjon ose dëgjon. Një foltore e tillë. Nuk më vjen aq mirë tani se sigurisht mbyllur opozita, po thoti tani se. Jo, opozita ka mbaruar, po të them unë. Me doktorin ta kam thënë edhe herë të tjera, edhe po ta përsëris. Edhe pas këtyre foltoreve 3 foltorë u bën. Doktorit Vifla mund të tani. Me 200 veta, 300 veta, aq Ylli Rakipi, 300 veta, nëse të kujtohet, pak me humor po themi, ne kemi bërë dikur në bashkë Gazeta Albania dhe Gazeta Kojon, mba me Ylli që bëm thirrje. Se po më shkruajnë që prisha skaletën komplet. Niko, ke idenë ke filluar të shkatrosh gjërat. Si shkatron si ke qenë shkatrues shumë kompa. Destruktiv ka qenë. Shkatrues kam qenë ndaj qeverive që kundër Saliut ke qenë gjithmonë, Niko, të lutem. Edhe kundër Fatasnanës. Se harrove. Kundër Fatasnanës ke qenë me nam. Bilevinje iki nga pushimet me mua dhe thoshe kujdes mbaj familjen e time të gjitha se ik e hoqja qafe. Ai iku i shkreti, po ti më thoshe mua atëre. Tani ndërkohë që kemi këto të faltores, Niko, që foltorët të tilla mund të ndërtosh në çdo fshat dhe të kujtohet që dilim mirë ne, që na mblodhëm mirë gjithë Pukun, që kishte Partinë Socialdemokrate, Demokristjane ti, dhe u mblodh gjithë Puku aty. Gjithë Puka mos e s'kishin kuvinin ata. Edhe bërtisin Nikolesi, dhe në s'ka parë që s'kisha asnjë Demokristjan, bërtisin gjithë Nikolesi. I kishte vënë një miku im në këtë. Tani, ja kishte gjithë njerëzit. Ndërkohë në një kafene është zhvilluar edhe një takim mes eksponentëve të PD-s me kryer Ervin Salianin. Ka ndodhur një gjë në një kafene në tonë. Ka edhe mërkurën, vazhdimin. E kemi edhe mërkurën, edhe da bëjmë betejnë të atë. U konsiderua si grup anti-Sali dhe grup armisor më pas. U konsiderua kjo. Tani për këto do të flasim
Pritet për vendimin të merret ditën e nesme nga gjykata kushtetuese, thamë, këto kemi temat për ditën e sotme, për mbrëmjen e sotme, më falni. Të ftuar në studio Nikol Lesi, siç e thamë, Antona Bilekaj, Denis Dynja dhe zoti Anditela, faleminderit shumë të gjithëve. Tani të ndjekim një sinkron të foltores, Niko, dhe ti, se i the pak përpara ato, nuk ta mbajti, i lëshove të gjitha. Sinkron një foltoria, ju lutem. Edi Rama kërkon të mbrohet të diktoj gjykatës kushtetuese, por unë garantoj se vendimet të diktuara të gjykatës që po bën ti, do t'i paguash shumë shtrejt. Nuk pres Shqipëria, nuk kemi ne ata që do presim nga një prokuror apo një gjykatëse shpëtimin. Jo, shpëtimin do t'a presin shqiptarët nga ne. Ne jemi shumë, do t'jemi dhe më shumë, dhe nuk heqim dorë gjerë largimin e Edi Ramës nga qeveria. Ju garantoj se fitoria është e jona, se Rama tarpe nuk ka, se do jetë e shkure zezë e këtij vendi. Ligji, kushtetuta, lirit tuaja të drejtat do triumfojnë përsëri. Pra, paka shumë kjo ishte, sinkroni dhe njerëzit ishim lidhur më pak njerëz, të nderuar të shikues dhe nderuar miq të ftuar, dhe jo vetëm kaq, po ka dhe një gjë të çuditshme që po e thoshe një nga komentatorët në televizion tjetër kur unë po përgatitesha të vinja në emision. Doktori del në orën 11, Niko, del aty dhe i thot këty Altin Troplini e bën copa, dhe del në darkë dhe kërkon që këta që i thot Altin Troplini e gjithë, po e bëjnë mirë këtë punën tjetër, që kështë nxjerrë fotografitë e këtyre Erion Velisë, Birin e Ballukut dhe gjithë. Kjo pjesë quhet e mirë dhe pjesa tjetër është kurave madhe. e bënte në darkë, bën copa, në mëngjes i bën copa këta prokurorët, në darkë i duke sikur këta janë njerëzit më të rëndësishëm në botë, prokurorët më të mëdhenj në botë. Niko edhe njerëz si e mendon tani ti. Ylli, ta thash edhe në fillim Si doktorin para se po hajde. dhe sinkronin, Aha. e kam bindje totale dhe për mua, jo në opinionin, po besoj dhe shumicës e njerëzve, kjo është një pozitë e mbaruar, opozitë që nuk ngjall shpresë, besim, dhe këta po luajnë me nervat e demokratëve, me hallet e demokratëve, sepse një opozitë e cila ka përballë një qeveri, a thotë opozita është qeveri e korruptuar? A thotë opozita që është qeveri e drogës? A thotë opozita që është qeveri e mafjes? Atëherë një qeveri e tillë përballohet me një turm të madhe, ta kam thënë edhe një herë, që mbushet nga sheshi në deri te sheshi Skënderbej. Duhet të dalë popullata. Por populli nuk del. Atëherë me 200 veta, sa ishin? 300 veta sot në tonë, se ti edhe pak afër PD-s. 300 veta, më thuj. Po mirë që mbështet doktorin, më fal. Po jo më mbështet doktorin tash, më fal. Të lutem. Dhe një vetëm si Ai nuk është me asnjërin, po Jo, po mirë, se unë kam kolegë mik. Tani, Anton, unë po ta marr rolin e Ylli Rakipit. Më thuj mua çfarë opozitë është kjo? Ma thuj ti mua. Edhe më bind mua që kjo mund të rrezoje atë Ramën. Ma thuj. Kjo është opozitë e mbaruar vëlla. Se nuk ka e ke leadership. gjetur në moment të vështirë, Nikol. Shiko, është e vështirë për një opozitë që u mbet zgjedhjet nga 2013 deri sot, që të frymëzoj akoma. Pa dyshuar të paktën leadershipin. Po vjetë unë pra atë që Është thash. e vështirë për një opozitë në çdo vend botës që në një qeverisje që kontrollon absolutisht çdo pushtet të ketë njerëz që i bashkohen dhe që nuk kanë frikë për të darë protesta, sigurisht. Dhe mënyra e reagimit është gjithmonë e vështirë. Kjo nuk diskutohet. Pra, opozita nuk është aq komode dhe aq e lehtë, që nuk po themi që janë kushtet optimale që opozita të jetë në kulmin e vet dhe nuk po shfrytëzon. Opozita ka kushtet optimale për të qenë keq. Por duke e treguar vetë që është keq, nuk bën asgjë të mirë për të goditur qeverinë, për të thënë shqiptarëve, për të dhënë mesazhin shqiptarëve që kjo qeveri mund të rrezohet. Sepse ne kemi na vinë për 28 nëntor 2 mesazhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Shtetit dhe Shtëpia e Bardhë. Të dyja flasin për trafiqet e drogës. Do bashkëpunojmë, thot Rubio, Departamenti i Shtetit me institucionet ligjzbatuese shqiptare për të luftuar trafiqet e drogës dhe që cënojnë sigurinë tonë. Të urosh një vend me këto fjalë
është krejt e pazakont. Nuk ka asë lloj kuptimi. Vazhdon dhe Shtëpia e Bardhë thotë që do bashkëpunojmë për goditjen e trafiqeve. Për urim për festën e pavarësisë kjo. Dhe shqiptarëve u krijohet ideja që ka diçka që nuk shkon. Që ka diçka mes Tiranës dhe Washingtonit që nuk po funksionon. Ka një dyshim të Washingtonit që qeveria e Tiranës vërtet bashkëpunon me trafiqet, sepse këta nuk thonë do bashkëpunojnë me qeverinë, po thonë do bashkëpunojnë me organin zbatuese. Dakord me tonë, po. Pra, ideja që krijohet e njerëzit është që qeveria është duke mezi po mbahet. Kur del opozita me këto protesta, atëherë njerëzit thonë s'ka kusht ta rrezoj, çfarë duan ata nga. Pra, opozita me këto lloj proteste ndihmon. Thoni dy gjëra të vërteta, njëri dhe tjetri, dy gjëra shumë të vërteta, por që mbrim të konkluzioni që çfarë ndodh tani. Ja dakord tenton të gjitha këto të qarta. Po, ai merr aty 200 vjet dhe dalin disa njerëz që flasin. Ka që të flasin vinë nga rrethet. Ky format ai vazhdon të justifikojë edhe sot drejt. Njerëzit e lek për të ardhur. Po, domethënë, kjo është hera e tretë që ne mblidhemi dhe diskutojmë një dhe gjë. Po se çdo javë ata bëjnë këtë. Po. Pra ata bëjnë të njëjtën gjë prej 3 hënash, ne themi të njëjtat gjëra 3 hëna dhe asnjë gjë nuk ndryshon. Thuajnë gjë tjetër. Po jo, po se ndryshojnë nga ne. Po kanë do ndryshojnë ata. Ka pra çfarë ndryshojnë nga ne. Domethënë, një qeveri që është e korruptuar deri në palc, ndihet aq e fuqishme të vazhdojë të udhëheq, sepse përballë është një opozitë e dobët, e cila për momentin nuk ka mbështetje popullore. Ky është problemi, pra nuk ngjit besim tek njerëzit, sepse me atë çfarë bën qeveria, sheshi atje duhet ishte plot. Duhet ishte plot nga njerëz që kërkojnë ndryshim. Nga njerëz të zemëruar. Po, nuk kam besimin që ajo do ndryshojë. Kapet kryeministri me zënës kryeministrin, me qeverinë, në llogara, në tendera, në të instalator, bën fjalë për qindra milion euro këtu. Por edhe njerëzit nuk janë zemëruar për të dalë në protestë për të zgjuar qeverinë. Mënyra se si ndërtohet, pra edhe mënyra se si ndërtohet edhe foltore nuk të ngjatë frymëzim. Domethënë ndryshon dekori mbrapa, të thjesht me një dekor të thjeshtë. Një prej folësve thoshe sot jemi mbledhur. I shërben doktorit për zgjedhjet e prillit që ka vitin e ardhshëm PD, që mbyt gjithë zërët. Doktori nuk e diskuton në ai tha, do kandidoj për kryetari i PD-s në prill 2026, apo? Në vend që të thoshte, do gjemi figurë tjetër, emblematike, përbashkuese, tifuse ngar 4-5 kandidat, 10 kandidat, dhe ai që fitonte të shpallej kryetari i PD-s. A bus në këtë histori, pra ne këtë kemi thënë prej vitesh, do vazhdojmë të ndoshta të themi vetë vite tjera. Atje nuk ndryshon kjo gjë. Problemi është që një vend andi që nuk ka opozitë serioze të besueshme, është një vend gjysmë demokratik. Ka probleme. Se një qeveri, unë mbaj mend edhe protestat dikurshme, që po i referohem 2003, 2004, 2005, ishte PD-ja, po kishte frymëzim, kishte njerëz, apo jo, dhe mori pushtetin. Sot, çfarë me 150 veta? E thash pak si me batut me humor me zotin Rakipi. Ne mbaj mend apo jo Rakipi. Ne nuk zgabom në shkurt 1999 që ishte ajo Kosovës, lufta Kosovës, bën thirrje Gazeta Albania dhe Gazeta Kojon që tha ishin dy kundërshtarët apo, dy gazetat më të mëdha të vendit. Dhe dolen plot sheshi Skënderbej. Dhe u bashkua për herë të parë Berisha me Skënder Gjinushin, dy armiq me të betuar, apo jo? Unë Nikon kemi bërë mitingun më të madh në vend. Po ishte punë e Kosovës. Dy persona. Doli popullat e gjithë. Fal, doktori me 200 veta, si do vinë pushtet ai? Po sepse si do vinë pushtet mandi? Sepse ata njerëz. Ky është shqetësim më i ndëruar. Një pjesë e madhe atyre njerëzve që do duhet mbushin sheshin, kanë ikur jashtë. Kanë ikur sepse kanë 12 vite që presin që kjo partia të vinë pushtet. Fal, këto që votuan për doktorin, votuan 500 veta, sa votuan? 500.000. 500.000, a? 400.000 po themi, gjithë to. Pra nuk janë... Ku janë këta? Janë këta njerëzit e mitingjeve. Ky është një, në fal, 400.000, 500 veta janë të revoltuar me qeverinë, po prapë nuk kanë besim kjo doktori dha, që i sillen pushtet. Dhe për momentin po them hapur, që sot si e shoh PD-n, në këtë gjendje që është PD-ja, po të hiqi doktori në këtë momente, PD-ja shkërmoqet. Po me doktori nuk vjen pushtet PD-ja. PD-ja do ta hapi doktori do hapi vetë rrugën i dashur Andi. Kam një replikë me Niko. Kam një replikë. Po bë replikën. Nuk është se s'kan besim të doktorit, duhet sjell pushtet ata që votojnë për doktorin. Sa ata derisa votojnë për doktorin, domethënë që kanë besim. Po nuk ata s'kan besim që kjo është mënyra se si vihet pushtet. Ata s'kan besim që ky është momenti dhe që me këto mënyra do vinë pushtet. Pra ata thonë që nëse ne do dalim shesh të bëjmë atë parakalimin e radhës, manifestimin e forcës kot, s'ka asgjë gjë. Ose serenatën, siç e thoshte ai. Është një herë në javë, domethënë 4 herë në muaj, domethënë 36 herë. Pa asnjë rezultat. Kjo s'ka asnjë vlerë. Atëherë çfarë?
duhet të ketë ide leadershipi i Partisë Demokratike. Duhet mos jetë ai dembel në ide të paktën, mirë në organizim, pas në ide, që t'i mbledh njerëzit me ide të re dhe me një mundësi, me një shpresë që mund të rrezohet qeveria me këtë mënyrë. Po kështu me këtë mënyrë kështu me një javë, një orë aty, Serenata Edi Ramës nuk rrezohet as kodi që është përballë, as drejtori i kodit, drejtoresh e kodit nuk jep dorëheqjen. Kështu që mendoj që njerëzit nuk vinë sepse nuk ka ide, sepse nuk e besojnë që kjo është mënyra i dorëzojnë Ramën. Qartë. Denis? Tani me që juve u kthyehet goxha herë në të shkuarën tuaj, legjendare gjithashtu, midis Nikollës edhe Ylli Rakibit, se po them vetë tret sikur sjeni këtu. Po ti këtu e njën se ti si e i voglër. Nuk e kuptoj, thënë tani po mendoje se si Berisha nuk ka arrit dot në kohra dhe shkuara të gjente Chelsea që të bënde për veten Nikollë Lesin, se do ishte akoma në pushtet. Se vetëm Nikollën kishte përballë. Se ko vajti Niko, po e pa që s'benin ata dhe iku me vrap. Imagjino. Por e shkoj Niko ca kohë, se nuk e mban në mend, shkoj. Imagjino. Mbaroj zënien me Fatosnanën. Mos e ta themun me që bën pyetje. E ke retorike? Sa retorikë po ska gjë. Por e pa që Fatosnanën. Zakonshme në sa nisën e ka. 2005 është qeverisja më e Berishës se ka qenë Nikollë. Por e pa që Fatosnanën, po ja fote Niko vajti te Berishë. Po kur e pa që ish më keq ande iku me vrap. Kush më fuste ndërkohë? Po flas më përpara më vur. Po më përpara. Para të bëj një serim, fal. Bëj serim Niko. Ta bëj serim. Nikolla serim. Debat do bëjmë tash. Debat. Unë se fillova varë, por pse si sqarojmë dhe bashkë. Jam i detyruar ta shpjegoj publikut. Jo. Unë tek doktor Berisha shkova i nderuar pas 97-s, doktori ishte afër Yllit ose Ylli afër doktorit, dhe 97-ën Abileka me kolegët e vet rrezoi, koha jon. Ku erdhi puna me Fatosnanën që kryeminist. Pastaj Abileka me këta shokët e tjerë kaloi teja. Ai është në botën. Nga doktori. Ai është në botën. Pasi rrezuan. Ai është në botën tjetër Fatosi. Jo, ne gjithmonë në opozitë. Erdhi Fatosi, që tani është në botën tjetër, nuk na dëgjon. Provokacia ndryshe. Ta mbaroj, Ylli, jam i dhuruar. E ta mbaroj Niko dhe Atëherë. ose ky s'foli. Jo, erdhi. Unë provokim. Po mirë, do ta them, provokove, e hodhe shashkën si provokator mirë ta bëri që të ndërprer. Tani duro ta shpjegoj. Erdhi Fatosi kryeministën, unë me kohën tonë ngritëm kritika të shumta ndaj tij, edhe ofertat janë publike që i dihen tonë gjithë publiku, si deputet që më tha me mua fito para, edhe unë prapë rash kundër, dhe atëherë përballë dy ujqërve. Po nuk diti po thotë me Berishën, kalova me Berishën. Ore s'kan gjetë pinin ty ata, se ti e kishe pin. Ja gjeti Berisha pinin, fare pak dhe ky iku. Ja hodhi pinin. Jo, je vonë. Ja hodhi pinin te këmbët dhe iku. I ka gjetë iku ky. Unë ban pin Niku kështu më burta nisë ti nuk e njeh. Po them para 97-s. Ishte koha e medias proletare atë. Po pra. Pastaj lindi media e pollate dhe media me para. Berisha vazhdon akoma me të njëjtën skem që pastaj shpjegoi dhe Meta ca skema që pagesa e shpërfillon. Erdhi media e firmave të ndërtimit pastaj. I shpjegoi vetë ca skema. Bashkë Ramën, Meta me Ramën. Ylli Rakibit. Erdhi paraja madhe, na nxori jashtë loje. Ikni prap nga koha. Unë jam gjithë kohës para 97-s. Ata mbyllën fare pastaj. Pra, mbyllën fare pastaj. Para 97-s, po, dakor. Atëherë dhe herë. Nejse, 1 minutë. Para 97-s Berisha kishte gjithë pushtetin, apo jo? Që të bëjmë edhe pak serioz, po themi në kohë. Jo të gjithë, po. 80% e shqiptarëve i ranë të këmbët. Një njeri që s'kishte Berisha nën pushtetin e vet, ishte koha jon. Nikollë Lesi, apo jo? Pra, vetmin objekt që duhet kishte për të gjetë Chelsea se si të mbante pushtetin e vet, që të shuan të bënte këtë që bënte Rama sot. O zotri. Po prit mos e aq kupton ti. Po mua të ripak. Nikua, po të kuptojmë po Nikua nuk rrin dot në një vend. Po pse fleti në vend Nikos? Vajti te doktori dhe iku me vrap pas pak kohë. Pse fleti në vend të Nikos nuk e kuptoj. Po foli më Nikua. Po ndër tani ne po valla çazi vet ai. Po se kam qenë aty më burr. Nuk po flas. Ikëm nga tema. Flas për gazetën Albania. Jo, fare. Do të flas për gazetën Albania. Tani, po s'ke nuk e kem treg. Hiqi të drejtën e fjalës se e ngatroi gjithë emisionin. Denis po ngatron po provokon gjithë emisionin. Njëri ishte me doktorin, tjetri ishte kundër doktorit. Në rregull pra. Ndërkohë vet doktori mund të bënte një paketë të rëndësishme mendimore. Gjithashtu edhe thoshte për shembull Niko si ta zgjidhte dhe vazhdon. Ai e bëri pritmë se po më shkruajnë tani se njerëzit kanë kujtesë. E di çfarë bëri Berisha Nikon. Zëvendësministrin e 7 të
të sportit. Të kulturës. 2005. Kur i 5 zëvendës ministra, Niko ne bëri 5. Po jo ishte. Ylli. Si të mos ikte Niko nga aty. Bajta e gjeta unë në zyrë, prit. Ylli. Aty mori E pilin gjeta Niko unë në zyrë, prit mo. Një zyrë 2-2. Që ishin 5-6 zëvendës ministra. 2-2 i të shumë turpi botës. Këtu në këtë të rishti. A ishte më mirë në burg se zana të zyrë. Ylli, emisioni e ke për mua apo ke për Berisha? Ikim. Rama, tani... Se aty u bëvetiku pësaj. Të zyrë Nikolës. Tani, këto do vazhdojnë çdo të jenë? Do të hanë, edhe do fillojmë dhe në për qytetet e tjera, thonë. Dhe ti do jesh, se çdo të jenë kemi foltore. Dhe ti do flasësh për foltore. Po, që foltore të flasë, ta thash edhe njerë. Me këtë foltore, kush e qujti një term tjetër që theti kush ishi i ftuar në studio? Si e thaj? Saljani. Saljani. Si tha një ylli? Duhet ishte revoltore, thaj. Nuk e quajti. Ylli tha një gjë tjetër. Kjo foltore, rojtore, kjo kështu ka për të mbaruar. Filloj dhe mbaroj. Po them edhe njerë, opozita, ylli pa e kaluar sensin e humorit, duhet që pa tjetër të ketë leadership të ri, të ketë një frymë tjetër dhe që të arzoje një herë e mirë Ramen. Nuk rëzon do të me këte... Ore, ti e ullur në vënd e Bushatit dhe të hapet gjithmonë telefoni pa lej. Se ati hapet pa lej. Doni, Tiko. E ullur në vëndin që hapet pa lej. Dhe jo tani. Ikim nga këtu atere, po ne do të vazhdojmë të se... Këto do paraqitim, që bënë politika, foltore. Ne do flasim për foltore. Berisha tha sot do jemi dhe më shumë, nuk është unë e shoh të inkurajuar atë. Ku do jemi më shumë? Tipse shihni ju të situatën kaq Do ishin më pak sot, po të them. Ora i thaj, do bëhemi dhe më shumë, jemi shumë, tha do bëhemi dhe më shumë. Tani ju nuk e kuptoj. Nga ato forcët të themi 300 petrita këtu. Po rregull, pra. Atere, por tani disa nga eksponentët e PD-s, me në krye Ervin Saljanin, mbajtën një takim në kafene, e cili o interpretuar gjithësisht si Puçi kafenes. Fraksionistët. Fraksion? Jo fraksion, o do të ja këta ishi. Fraksionistët, po. Puçi kafenes, u mblodhën në kafene këta të gjitë, dhe u thanë aty filluan. Thanë gjera, çfarë mendoni tani për këtë takim? Çfarë sinjalizon kë? Sa herë ka parë Berisha si këta, e sa këta, e nuk e se këta, e më intrigant se këta, edhe i ka ekzekutu të gjithë, i ka likujdu si armiq të partisë, kështu që... Doktori i mblet këta thua ti? Doli tha një fjalim, sa edhe Saljani ka qenë në këtë zyrë, tha, edhe Ali Mehmeti ka qenë në këtë zyrë. Mesazhi ishte, qa ishte? Njëri nga ta bëri këshilltar të lartë për sigurinë kombëtare. Berisha është... Ish general. Bushëzhej, Gjungshi. Gjungshi. A i ka qenë general, ka qenë e? E emroj këshilltar të lartë, sot, të Saliu. Se mos vejme këta. Se ishte nisur Gjungshi dhe pastaj u shmank. Se këshilltar i lartë për sigurinë kombëtare të opozita. Ajo do e mbaj Gjungshin që mos shkoj me këta. Do me thënë unë i thira ata sot, po Ali Mehmeti ishte një studio tjetër, Saljani do tjetë javën tjetër këtu, për të folur më gjerësisht. Të presim tani se interesante është kjo, se duket si Puçi kafenes si shtanë ata, po një qetësim kishte nga Partia Demokratike. Kishte jemi realist, nga Saliu. Problemi është këta dosjetë vetëm Ka njoftim para një ore e gjysmë këta bombë, Saljani ka foltorën e vetë fillon në Durrës. O nesër pas nesër. Po çfarë duhet të bëjnë? Po më mirë. Kur në Durrës? Në Durrës, e? Tani, çfarë duhet të bëjë Sali Berisha me këta tani, mendoni ju që kemi këtu? Janë mjaft të votuar, por nuk kanë mandat dhe as funksione. Sikur t'u jap mandate këtyre dhe të zgjidhet. Si e mendoni ju tani? I kanë marrë njerëzit pranë doktorit, mandatet dhe funksionet, figura mjaft të vjetra që po kalben në politikë dhe nuk u jep këtyre. Se këta duan mandate, valla, po dhe mandate këta në rregull janë. Jo, këta besoj se duan mandate, besoj që... Nuk duan tua? E para njërë ka një problem që ka ndodhur pas zgjedhjeve të 11 maj në Partinë Demokratike. Dhe 11 maj, Sali Berisha ishte autoritet i pa diskutueshëm. Pra, edhe në qoftë se ishte Basha kryetar, edhe në qoftë se ishte dikush tjetër në detyrë, autoriteti i Sali Berishës ishte i pa diskutueshëm, nuk vije në diskutim. Me ata autoritet, ai bëri dhe foltorën e parë, mori dhe partinë, bëri edhe revolucionin që themi demokratik për të zuar Bashë. Pas zgjedhjeve të 11 maj, kur pa që Berisha mori një rezultat të keq, më të keq se Basha madje, autoriteti i tij u vënë në diskutim. Ne shikojmë sot në Partinë Demokratike, ajo që ne e shohim si organizim, si rëmuj, si përplasje mes njerëzve, mes rrymave dhe mes aktorëve, në fakt është në vënien diskutim e autoritetit të Berishës. Pra, diskutimi mbi pasardhësin ka filluar të bëhet aq hapur në Partinë Demokratike, sa duket qartë që autoriteti i Berishës është i pamjaftueshëm. Dhe kjo është arsyeja që ajo kafja
që u pi aty në mes këtyre njerëzve më të votuar të papërfshirë në strukturat drejtuese të PD-s, edhe ngjalli frikë. Sepse në një krah kemi tani disa njerëz të votuar, disa njerëz që janë ndërtuar vetë, kanë votat e veta në Partinë Demokratike, pavarësisht mbështetjes ose jo të strukturave drejtuese, dhe kemi një strukturë drejtuese e cila është e pavotuar, që u fut në zgjedhjet e 11 maj në listë mbyllur, që nuk doren as fushat për të mbështetur dikë, dhe i vetmi njeri që i mban ata të gjithë aty është Sali Berisha me një autoritet të lëkundur shumë pas zgjedhjeve të 11 majit. Ne kemi parë në kryetari Freshit, që ishte edhe në listë mbyllur, që thotë që nëse Berisha për një vit s'na sjell zgjedhjet e parakoshme si shpremtoi, duhet largohet. I FRPD-s. I forumit rinosh. Mos kiç kuptohesh. Po, ke drejt. Kryetari i FRPD-s që është, pra, të tjerë, Saliani ishte këtu të endin që shkoi dhe foli për Berishë. Ali Mehmeti sigurisht është skeptik në mënyrën e drejtimit të Partisë Demokratike. Aulon Kalaja nuk zëtohet. Të kritikët e tjerë mos i marrin me radhë. Pra, kemi të bëjmë me një rënje të autoritetit Berishës, me një bjerje të votueshmërisë, se për shkak të atyre që janë që ai mbështet, që ai mban në kryesi të pavotuar, që i ka futur në ombrellën e vet, dhe pam se si në Kamës për shembull, ai incidenti me Albana Voksin dhe me Flamur Nokën, u prap mori dhën, ai u përjashtua zonja, ishte demokratë. E pam që ata nuk e kanë mbështetjen, por ata mundohen që duke pasur pushtetin brenda partisë, ta ushtrojnë atë në mënyrën më të keqe. Përjashtojnë njerëzit ndërkohë që s'kan njerëz. Ndërkohë që PD-ja sot kanë nevojë më shumë për sekur për njerëz. Dhe jo për shfaqje të tilla. Efekti, sigurisht, jo për shfaqje të tilla. Por shfaqje të tilla duhet jenë demonstrime demokratike, jo demonstrime force, arrogancë. Të përjashtohen gjithë dil jashtë, të përjashtohen nga grupi i WhatsApp-it. Po Berisha se bën, bën Flamuri, se Flamuri ka këtë ekskluzivitet. Ato i bën ata që janë më të rrezikuarit. Po e bëri Flamuri doktori ka thënë tani. Pra, kavja sot. Sa muaj që kemi qenë aty. Doktori s'del kur. Pjesë doktori po e mori vesh të qorton dhe Flamuri. Publikisht mund ta qortoj më. Po publikisht duhet. S'ka të bënte. Kjo kafja që u bë lajm gjithandej dhe me atë ka 4-5 ditë që merret media, vjen mbas 2 foltoreve, 2 të hënave, ku u pa realisht se sa njerëz dolën para kryeministrisë. Kështu që ujërat brenda PD-s që kanë qenë të qeta që nga momenti që doktori mori kryesinë e partisë, rimori kryesinë e partisë, e deri më sot kanë filluar të lëvizin. Problemi është që sa fuqi kanë këta njerëz për të ngrumbulluar të tjerë dhe për t'ju kundërvënë doktorit. Doktori është i plot fuqishëm ende në parti. Dakor? Kështu që ky është problemi. Sa këta do kenë fuqinë të trazojnë ujërat në PD dhe të marrin mbështetës të tjerë, sepse këta të gjithë i kanë marrë votat dhe luajnë me pushtetin që kanë votat e popullit. Por janë vota prapë të PD-s. Këta nuk kanë hyrë në garë me doktorin apo me njerëzit e listës mbyllur për të parë se sa do ta kishin mbështetjen reale raport me ta. Por me vete kanë një numër votash dhe kanë të drejtën e tyre që të kërkojnë ndryshim, më shumë se çdo kusht tjetër ndryshime në PD-s. Problemi është se sa do i qëndrojnë afër njëri tjetrit, sepse doktori pastaj është mjeshtër edhe për t'i përçarë. Andri, falë që po të kundërshtoj, nuk ka asnjë lloj shprese, pavarësisht lëvizja Salianit dhe Ilir Ali Mehmetit, që janë figura emblematike për momentin. Doktori ka për t'i shkrirë të gjithë, doktori e merr 2026-ën, e merr 2030-ën, 2035-ën, edhe ajo si rratë që vdes vonë, 105 vjeç, do ta marrë PD me vete. PD-ja nuk ka absolutisht. Që qytetëroj tani, nuk mund të them. Mbaje mend këtu deri. Mirë, po ai tani në vitin 2026 ka thënë doktori që do kandidoj. Do të rikandidoj. Po si mendoni si e mendoni këtë sistemi ju tani se dhe ka thënë më ka dërguar i lartë. E ka mision thotë se më ka dërguar një minutë ja ta mbaroj se ka dërguar i lartë thotë. Për të qenë gjithmonë kryetari i PD-s, sepse do të ndihmoj Shqipërinë, thotë vendin e gjitha. Do më thëmë, po mundohet shumë për vendin. Po sikur të mos mundohet kaq shumë këtë tani. Po i duhet të thënë ati lartë, si e mendoni ju tani? Mos mendohet kaq shumë, Nikos, si e mendon ti? Po të thash, ma i e ka... Ke patur komunikim me doktorin? Nga Zoti, ma the. 3 herë i shkretin që thot një Pylli, e the me batuti që ka mision, nga Zoti. Po lartë, e thash unë, e ka të na ima. Po, një më mirë, dakord. Fakti që e ka mision nga Zoti, harroje, asë ndryshim më kam PD. E shtrym shumë në dy, po, Denis? Tani,
doktori nuk ka thënë kështu, po ka thënë që Partia Demokratike është partia e votës. Po votat ku janë? Jo, Kush merr votë, thotë? kur votohet brenda PD-s është partia e votës. Hajde dali dikush të më sfidoj me Po ty votë. brenda mu? Po aty mund të marrë dhe unë. Çfarë të bëj ai? Familjen time dhe lagjen aty, të pallati ku jetoj, 5 pallatet ku aty afër, edhe të më votojnë të gjithë. Sekond. Ka dhe i farë drejtë doktori në këtë histori. Tani, ai që do vi, mund vi lider me pateric. O do vi një lider që ta shëmbi, një herë e mirë, ose të vazhdoj doktori, vëlla. Lider gjysmak, nuk i duhet PD-s. Niko duke qenë pak i menjërt, Denisi, i pëlqen të ri doktori atyre, gjithmonë. Po, sepse nuk ka një njeri tjetër. Fal, a ishte Lul Basha. A e kishte gjithë partinë me vete? Se Lul Bashën ne sot, ne 4 këtu. A e kishte Lul Basha Ervin Saljani që dole me drunjë kundër Berishës 8 janar, apo se kishte? Pastaj lëshuan drunjtë dhe e dërguan në Hollandë një sekond. Luli Bashën. Ka dhe memori të tani historia, kupton? Gjithë këta që ishin me drunjë kundër Berishës, tani janë poshtë Berishës. Tani ca po ikin prap nga Berisha, kupton? Pra këta nuk e din, ikin vin, nuk e din se çfarë duan, se nuk kanë këta lidhje fare me orientimin politik. Këta janë pa busull politike fare. Këta duan gjeni identitet politik dhe gjenden herë kundër Berishës, herë te çadar Berishës, por e kuptojnë që i rrezikohet mandati. Parti busull e mban një njeri, busull e ka doktori aty. Dakor, prandaj po them. Pra vim gjithë te një konkluzion. Se tu s'ka matematik, nuk ka as ekuacion që zgjidhet me formulë që dele ndryshme. Del po 9, përfundimit del 9. Je kundër kësaj ideti. Pra, për sa kohë është doktori aty, më e madhja, po hataja më e madhe që do qahet PD-ja. Pra do kemi një shizm 3. Do bëhet një grup i vogël, prap që do dali kundër siç kanë dalë 10 grupe nga PD-ja. Dhe prap doktori do ketë shumicën e pakicës, shumicës së pakicës, pra vazhdon pa fund kjo, infinit. Atëre, qofse doktori nuk vendos një ditë bukur që thot unë ika pa kthim dhe shkruan pastaj historinë e PD-s në kujtimet e veta, Partia Demokratike është doktorit e kohë që diskutojmë ne këtu. Nuk besoj se ata janë mbledhur dhe të bëjmë një plan se si ta largojmë doktorin. Ata Janë të gjithë janë mbaruar. dakord me faktin që doktori është krye. Ata duan ndryshim në mënyrën se si menaxhohet partia dhe tek strukturat e partisë. Duan detyrat e tyre. Ndryshon doktori, mos e ndryshon do doktori. Doktori vazhdon me formulën e vet, ka të njëjtën formulë, më vëlla. Është si Einsteini që bën të njëjtën formulë, nxjerr të njëjtin rezultat dhe pritet rezultati ndryshe me të njëjtën formulë. Është idiotësi. Formulat e Einsteinit ishin të vërteta. Siç ka thënë e ka thënë Einstein. Po pra në rregull pra. Nëse pret rezultate ndryshme. Po rregull pra, je idiot. Kaq, mbaroi historia. Tani ç'a do ti këtu? Jo se e ka bërë, ka bërë. Jo, po them, ai ka thënë që me të njëjtin gjë të pritet rezultat ndryshëm, është problem. Unë mendoj që arsyeja pse Berisha ka fituar gjithmonë zgjedhjet brenda partisë është se ajo është partia e Berishës. Partia Demokratike filloi në pikërisht për një javë bën 30 vjet, lëvizja studentore dhe pasaj Partia Demokratike 35 vjet, sa i bie 35 vjet, si një parti që kishte rryma dhe të majta dhe të djatha që i bashkonte të gjithë njerëzit kundërshtia ndaj sistemit, nuk i bashkonin ideologjit, nuk kishte bashkim ideologjik ai që ndodhi pas 8 dhjetorit. Pra çdo njeri që ishte kundër sistemit komunist, që ishte pro demokracisë, pro zgjedhje të lira, për pluralizëm politik e tjera, që i bashkonte këto vlera, jo ideologjia, u bashkuan në ombrellën e asaj që quhet pasaj Partia Demokratike. Dhe gjithë shizmat që dorën nga Partia Demokratike që nga ajo kohë, pjesërisht kanë qenë justifikuara për shkak të ideologjisë, pjesërisht kanë qenë përjashtime që i bëri Berisha për të marrë në kontroll të plot partinë. Ama ajo që është e sigurt sot është që Berisha e shndroi atë nga një parti, nga një bashkim të madh intelektual dhe popullor, se aty kishte edhe njerëz që nuk ishin intelektual, kishte sindikata, kishte njerëz shumë punëtor, e shndroi atë në një parti berishiste të vogël. Partia Demokratike nuk përfaqësonte më shumë se 40 deri në 42% popullsisë së Shqipërisë, ndërkohë që erdhi me 60% të votave në pushtet. Si e thim, ajo është partia e Berishës, mbeti partia e Berishës dhe në atë parti votoi çfarë donte Berisha, votoi Berisha. Dhe sot po të bëhen zgjedhje përsëri fiton Berisha. Nuk mund të mundet Berisha me vot dhe në logjik të edhe një parti demokratike lider historik nuk mundet me vot. Fatos Nano nuk mund të mundej me vot në 2005, nëse do të rikandidon në tetor, pasi ta dorëqen.
Sepse një natë më parë, ne e pam, që pa qenë fare aty, hodhi poshtë një projekt statut të Gramoz Ruçit dhe Edi Ramës. Atos Nano dha dorëheqjen, nuk kandidoi, nuk nxori kandidat që u mund. Pavarësisht se të dy kandidatët që dorën ishte kandidat kundër Nanos, anti-Nano, të ekspozuar anti-Nano, jo të përkthyer e Nanos. Dhe kjo e çoi përpara Partisë Socialiste. Berisha bëri një gabim në 2013. Vërtet bëri sikur nuk u përfshi, po në fakt u përfshi dhe zgjodhi një kandidat që ishte pro-berishist. Zgjodhi një kandidat që tha do vazhdoj rrugën e Berishës, por rruga e Berishës u mbyll në 2013. 2013 nuk ishte vot kundër Berishës si person. Ishte vot kundër rrugës Berishës, kundër mënyrës se si që udhëheq Berisha. Pra, mbajtja e berishizmit brenda PD-s, mbajtja në pushtet e berishizmit, udhëheqja nga berishizmi, e çoi PD-n pastaj në opozitë përjetshme. Anton, ti po vjen te atë që tha shumë. Doktorin 2006, doktorin 2030. Nëse doktori nuk largohet vet pra, dhe nuk bëhet garant për një garë pa ndikim, ku të futen edhe Saljani është komisari i Berishës, pse mos futet në garë. Po mos futet doktori edhe Bardhi nëse është ose jo po hyri doktorit i pa hyrë doktori, kupton. Po pa hyrë doktori. Kjo ka kuptim. Gargu do të hyjë kundërshtarët. Po hyri doktori përpara aty s'ka proces. Po shkon, nuk shkon, ju po thoni. Ai tha Andi, po s'ka shanse tamam po Andi. Ylli. Ai tha do kandidoj në 2026 dhe gara është e hapur. Kush të dojë të kandidoj. Po ku janë mban aty? Aty i shkrinë i fare. Po nëse ikën doktori, që ikën po ikën doktori, atëherë është garë. Ikën vetëm doktori pra, se do ikë doktori me gjithë shpurën e vet. Do ikë Edi Paloka, Albana Vokshi, Flamur Noka, Kam se ikën. Jo, ata s'kam se ikën, pra Pse duhet ikin ata? Po këta janë njerëz të doktorit thonë, këta janë pa votuar. Po janë të pa votuar, këta votojnë. Po ata janë grup armiqësor që Është doktorin sot. Ore, këta votojnë me urdhër doktorit, se këta s'kan asnjë vot vet. E kuptoni? Pra, këta janë direkt automatikisht jashtë kangjëllave nëse ikë doktori. Po jashtë kangjëllave ata janë pa votuar. Jo. Rreziku është ky, që ikë e Berishës sot në këtë gjendje që është Partia Demokratike dhe që ka shumë fraksione, mund të shkaktoj përçarjen e partisë. Për shembull, grupi i Saljanit, grupi i Gazbardit, i Flamur Nokës, grup gjithë janë grupime, ha? Shiko. Por, sepse për shkak se këta nuk bashkëpunojnë me një tjetrin, nuk shkojnë. Festival Rogu. Përfaqësojnë gjëra. Marrin nga gitarë dhe Çu është do parti, siç është dhe PSO. Nikola në fillim, aty ka grupin e Ballukut, grupin e Spiroparit. PSO është. Po ti pyesësh gjithë këta, thon kshu nuk shtyhet. Po ti kërkosh cila është zgjidhja, nuk e din. Shiko, se themi një gjë, ta thjeshtojmë pak. Doktori, shiko si duhet të thjeshtuar, them unë, ëh. Nga që unë njoh shumë nga brenda këta. Aty me thënë drejtën po iku doktori mbaron gjithçka. Unë po them të mos ik doktori. Po mbaron sepse aty ka mbetur vetëm doktori. Sepse për 30 e ca vjet aty Niko kanë ardhur grupe armiqësore të pafundme. Vetëm ne nuk i mbajmë mend si numër, se nuk janë pushkatuar. Si në kohën e shokut të vet. Jo pushkatim kanë patë ata, po pushkatim politik. Pushkatim politik, nuk vriteshin si Beki Balluku, si ikse, për shembull, Gramoz Pashku e shkretet e shkonde, se ikte me helikopter dhe binte pastaj dhe aty. Po, grupet armiqësore kanë qenë aq shumë, Niko, sa kanë qenë për shembull një 100 grupe më shumë se shokun vet. Por gjysma PD-s ka dalë grupe armiqësore pra. Grupe armiqësor. 20% e PD-s do të grupe armiqësor. Aty kanë mbetur pastaj ata. Berishistët. Ne personalizoj partinë, e bëjmë partinë personalizoj, e ka si kompani mo, gjithë. Dhe tani, aty, nuk ka që ndodhë, se që procesi do lindet? Sa do të personalizoj partinë, duke qenë një parti e madhe, interesat aty afrohen gjithmonë. Tendenca që interesat anti-Rama, ata që kanë interesat kundër Ramës, e gjenë vetëm gjithmonë të Partia Demokratike. Ajo është partia më e madhe e opozitës. Pra mundësit duke qenë partia e madhe, që ajo të rigjenerohet, të rithemelohet, janë. Sepse interesat përplasen aty. Grupet e interesit politike, ekonomike, të gjitha llojeve, edhe sociale. Pak sepse kalojmë te pika e fundit. Edhe një grup naftëtarësh, ose bujqish, ose ku diun, një banor fshatra që duan një rrugë, kur duan denoncojnë, në qoftë se gjejnë hapësirën në Azikundi, shkojnë tek opozita, tek PD-ja, nuk shkojnë te një parti tjetër e vogël. Pra, mundësit janë, nëse Berisha hap rrugën, dhe krijon një.
ky proces duhet fillojë që tani, se po vinë zgjedhjet 2029, ose ku ikin vitet. Lideri i ri do 2-3 vjet për të Po, pra, po lideri i ri shquhet që para se me fillu procesi. Pra, ne sot, po duam gjejmë një lider nga këta që janë. Nuk ka asnjë, ne po e paracaktojmë, ata po e vetë paracaktojnë. Ta letë lirë mo ti ylli tash. Po si doktorit thash edhe një herë. O Niko, sekond, se është e rëndësishme të kuptojmë një gjë. Këta njerëzit që po kërkojnë të rivalizojnë doktorin, qoftë si individ, qoftë si grupazhe, ka një problem që këta vetë caktohen si lider. Ndërkohë lideri vjen natyrshëm me përqafon publiku, pra karizma është më e gjerë se sa vetë partia. Po nuk është ai, nuk është sot ky lideri mungon aty ke ky grup, ke kjo shpura që është nuk ka. Jo, po Nikola po thot një gjë të drejtë. Ne po kërkojmë ta gjejmë aty me zor, ndërkohë ai nuk është. Nikola po thot duhet të ketë proces, duhet të ketë garë. Po e kuptojmë më këtë garë është njeri që e ka mbaru garë. Po nuk ka, jo. Nikola po bazohet në formalitet. Unë po them, ka që janë sot, a ka njeri që mund Berishën me karizma ka që zero. Një sekundë, o zotri. Qenë kryeministër, ka qenë, një minutë, më zotri, ka qenë kryeministri i Republikës Shqipërisë. Pastaj presidenti i Republikës Shqipërisë. Pastaj një njeri që drejtoi vendin dhe pastaj dha humbi zgjedhjet dhe pastaj dha dorëheqjen. Dhe këtu mbaron jeta politike. Mund të vazhdoj dhe 300 vjetë jetoj, po jeta politike njeriu mbaron në një vend me gjoja demokraci liberale, se me demokraci liberale ikën me vrap, e kupton? Nuk demokraci të vërtet, me shoqërinë e hapur e këto. Por në një vend gjoja, edhe në një vend gjoja iket në këtë rast. Po këtu nuk ikën asnjëri. Pra Fatos Nava e bëri këtë. Fatos Nava, unë mund dhe iku, e kuptoj, mbaroj. Ka qeni paprigjeshëm, nuk ka qeni shmendur, i vetëm që ka bërë ai është. Edhe Sabri Godua. Pra, iket. Po prap la Sabri la një jetë. Fatmirin. Dhe qenë forcë madhe. Vazhdoj dhe pas dekë. Pra, mundet lideri, pra. Fatos Nano ishte lideri historik, mori përsipër të ndryshoi Partia Socialiste dhe e mundi Edi Rama. Dhe ne mbajmë mend gjithë këtu shumë mirë se sa konflikt kanë patur ata të dy, apo jo? Kështu që mund ka lideri nëse vjen një pasardhës i fuqishëm, i fort, me karizmë. Si vjen ky kanë, sjell era kështu. Nuk është e thjeshtë. Po si art ka njeri më në një parti që është gjakosur në çdo 4 muaj, në çdo 5 muaj. Ose them fjalën lind, nëse lind një. Po si lind ky njeri më? Do pjell Saliani aty. Se amur noka do pjell lider. Tani, më fal. Çfarë flet ky më? Fal, ky është problemi i partisë që sprovon dot lider më. Po sepse i ka asgjësuar gjatë gjithë rrugës vetë kanë dhënë grup permisor. 35 O, Denis, 35 vjetë grupe armisore. Mirë më mirë, dhe i bëri grupe armisore. Ore, ti që në emisionin tjetër, unë do t'i reshtoj gjithë grupet armisore aty, që ti numëroj. Qa fletë, vla? Berisha e spastore, nuk ka... Problemi është, po s'krojove apsirën e garës, po s'krojove mundësin që njeri të shohë karierën e vetë deri për kryetar partije në një partije, sigurisht do largohet dhe nuk do ketë kandidat. Ikin nga... Anton, por, Antoni që leadershipi është një gjë që krijohet sa po merë bëhesh kryetar. Ai nuk është një kompjuter. Edi Rama, si lider i Partisë Socialiste, u vu në diskutim në 2009 kur humbi zgjedhjet. Dori Blushi dhe tha do duhet largohesh. U vu në diskutim 2011 kur humbi Tiranën që jamorën, Dori Koço Kokdhima, miku i vet më i ngushtë, mbështetësi i vet më i madh, hapi gazetën, duhet një lider si Ilir Meta Partisë Socialiste. Po në rregull, pra. Pra, lideri krijohet kur fiton zgjedhjet. Nëse nuk fiton zgjedhjet, nuk ka lider. S'ka lider. Qa i këtë pun ka? Dhe të gjithë e kam provuar të gjithë. Dhe mi të gjitha, a i rimori partin Lulzim Bashës, që kishte gjithë partin me vete, që e kishte kryuar vetë si pasardës. Tani. Kurse në këto moment, ti nuk identifikon do të një njeri që mund të hynë garë me Berisha. Foltorja tani do tjetë që do të enë, apo... Dhe do fillojnë dhe në për rrethe. Foltorjet në për rrethe janë dhe ditë e tjera. Varet se si do ta bëjë. Mund të jenë edhe në Tiranë edhe në Durrës. Varet se do. 300 veta janë, nuk mund ndahen se bëhen nga 150. Paksojnë vetat thoti. Paksojnë popullata paksohet thoti. Ose do e bëjnë kush mbulojnë vetë. Ne kalojmë te pjesa tjetër tani që të mos jam hakur. Pjesë gjykata dhe zonë kushtetuese rezon spagun. Ndoshta po, ndoshta jo. Ndoshta çka? Nuk dim gjithë. Se ka dhe vendim ndërmjetëm. Çka nuk e dim? Ka vendim ndërmjetëm. Mund të ketë, se ti e jurist, po unë nuk e kuptoj. Po unë di atë që më ka thënë ai mua në kinë, duja që shkonte, bisedonte Niko me njerëzit më të rëndësishëm edhe thoshte, me se do kthehemi të shumë, me tren, ndoshta me tren, ndoshta me avion tash. Edhe kjo, ndoshta po, ne do flasim për këtë moment, gjykata kushtetuese nëse rezon ose jo,
Por ndoshta po ndoshta jo, që nuk e dim, nesër do ndodhë kjo dhe pastaj do flasim të ditën që vjen, se ne këtë detyrë kemi. Apo jo? Tani gjykata kushtetuese pritet vendos ditën e nesërme zotin Nikollë, nëse do ta shqyrtojë çështjen, pse është kjo, nëse do ta shqyrtojë çështjen e pezullimit. Shkolegji nesër. Pra, ata Kolegji i gjykatës kushtetuese përbohet nga 3 gjyqtarë. po, 3 gjyqtarët, njëri prej tyre relatorit çështjes, merr kërkesën që ka ardhur nga kryeministri, i cili kërkon pezullim të pezullimit, pra pezullimin nga detyra. po, e kemi të qartë. Të interpretoj tani nenin e kushtetutës. Bie ndesh ka përplasje mes GKO-s dhe qeverisë për shkeljet kushtetutës si sot kryeministri, dhe nesër 3 gjyqtarët do vendosin nëse kjo çështje do kalojë në seancë, Dhe nëse do të dhe tjetra. Do pranohet apo? Dhe nëse do të pezulloj vendimin e GK-s deri në marrjen e një vendimi? Se është dhe kjo kërkesë. Vendimin ndërmjet. Jo. ata do t'ja kalojnë seancë gjyqtarët, pra këta të 3 do vendosin. Pra Denis se je jurist tani, lutem shumë. Do shkojnë në seancë Se apo jo? di Denis se je jurist, lutem shumë. Seanca paraprake Dakord. Po nesër për të pranuar padin apo nesër mund të vendoset pezullimi i jo, nesër deri në marrjen e vendimit. Jo. pranohet Gjyqtarët duhet ta pranohet vendosë. si padi nesër. Le ta thjeshtojmë fare. Nesër pranohet ose jo si padi. Kaq. Merr në jurisdiksionin e vet. Po u pranua, ja u Pra, nëse njëri nga 3 gjyqtarët nesër thotë që po, jemi okay. çështja duhet shqyrtuar, Atëre do mori caktohet vendim një një datë. minutë, jemi okay. Mor vendim që do pranohet. Do caktohet një datë. Tani nuk merret një vendim që pezullohet vendimi deri në marrjen e një vendimi? Tjetër ai vendimi final. Po kur merret? Vendimi final. Po e caktojnë ata, marrin ata kohën edhe japin ata një Nesër do caktohet një datë, nëse do bëhet seancë me 8 gjyqtar apo jo. Kjo është Nuk nesër. ka veprim, nuk ka dëm tu. Në kuptimin siç ishte dekreti i presidentit. fituar, më saktë. Nuk ka pasojë. Atëre, por përplasjet janë Dekreti i presidentit do pezullua sepse sillte një pasojë. Në saktues ka pasojë. por përplasjet Procesi është a duhet që gjykata të pezullojë një antar të Këshillit të Ministrave. Nuk ka lidhje me Ballukun në personazh, si person. qartë. Balluku e ka parimi, pra apelin e gjykos. Është paditur. Në parim kushtetues, bëhet, s'bëhet. Dhe kjo do vendoset në jo nesër, por do vendoset nëse pranohet. Pra nesër Por- pranon gjykata apo jo? Nesër do pranohet nëse njëri nga gjyqtarët, një nga 3 gjyqtarët thotë po, ne duhet të diskutojmë ka mosmarrveshje mes GKO-s dhe qeverisë në këtë rast, po. Por përplasja në këtë rast është maksimale. Mes kryeministrit dhe Sali Berishës. Kryeministri dhe në tjerët nesër. Ja, le ta ndjekim sinkronin. Sinkronin 2 lutem. Një debat I hatashëm ka mbushur boshllëkun e klubeve mediatike dhe të pasqyrave sociale të javës. Pasi një prokuror dhe një gjykatës u bën bashk, kokë në kokë dhe pezulluan një antar të kabinetit qeveritar. Unë nuk do të hyj në asnjë debat për një absurditet kaq të rrezikshëm sa ky dhe pres me durim që gjykata kushtetuese t'i jap drejtim çështjes së kësaj rruge të pashkelur askund në Europë, po me sa jemi informuar dhe tani, askund edhe në botë. Qëndrimi I Venecias është në fakt shumë I prerë. Gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët qeverisë, sepse duke bërë këtë, së pari cënojnë balancën e pushteteve. Së dyti, duke e bërë këtë, gjykatat krijojnë mundësinë e instrumentalizimit të drejtësisë. Së treti, ministrat kanë funksione politike, jo administrative. Pezullimi gjyqësor I ministrit është de facto presion për shkarkimin e tij, duke qenë se kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet një individ, po paralizohet e gjithë vendimarrja dhe kjo është këmbë kryerje kushtetuese. Gjykata Europiane nuk është ndeshur kurrë me këtë absurd. Dhe prandaj nuk ka dhënë asnjëherë asnjë vendim specifik ku të përmendet fjala pezullim I ministrit nga gjykata. Dje Edi Rama mori për sipër presionin e jashtëzakonshëm mbi gjykatën kushtetuese. Edi Rama mashtroi në mënyrën më të paskrupull, mashtroi shqiptarët dhe Europën, sepse sipas tij Komisioni I Venecias nuk pranon apo është kundër pezullimit të ministrave. Edi Rama thot se pezullimi I Ballukut, duke referuar Komisionit Venecias, është jo proporcional, është një mashtrim fund e krye. Komisioni Venecias kërkon vetëm proporcionalitet në çdo gjë.
Lidhur me gjykatën europiane, pohon vetë që nuk ka asnjë rast, po se s'kon ministri, nuk ka përveç hajdutët në qeverinë shqiptare, të tjerë nuk e bëjnë këtë. E dini kush e ka ankimuar në gjykatën kushtetuese pezullimin e ministres nga një prokuror dhe një gjykatës. E kam ankimuar unë, natyrisht si kryeministër, jo si Edi Rama, dhe natyrisht jo për një individ, një ministër, që në këtë rast është edhe zëvendës kryeministër, po për parimin. Për parimin e moscënimit të balancës mes pushteteve. Për parimin e mos ndërhyrjes së një pushteti tjetër të pavarur në përbërjen e pushtetit pavarur ekzekutiv. Për parimin e mos marrjes kompetencave të kryeministrit dhe të presidentit nga një prokuror dhe nga një gjykatës. Pezullimi i një ministri me iniciativën e një prokurori dhe vendim të një gjykatësi është një rrëmbim i kompetencës së kryeministrit. Pra, dy njerëz, kryetari i qeverisë dhe kryetari i opozitës, të thonë në gjëra krejtë ndryshme, krejtë të kundërta. Me nga një fjali, kush nga këta ka drejtë? Një fjali se pastaj do të hyjmë më konkretisht. Në këtë rast, mendoj që kryeministri është në drejtën e tij, ai tha e kanë bërë si kryeministër kërkesën, ankesën, si më thënë, dhe për mua, aq sa kam pa analist me emër, po sidomos jurist me shumë emër, zoti Rakipi. Po se po dërgoj një diçka për ta nxjerrë aty që më dha Denis. Vazhdo ti se dëgjoj mirun. Pezullimi nga gjykata një antar i qeverie për mua është jo kushtetues. Absolutisht. Nuk mund të ndërhyj një gjykatë që të pezulloj një ministër, sepse sipas kësaj logjike, zoti Rakipi, mund të ndodhi që një prokuror tjetër pezullon një ministër tjetër, një prokuror tjetër pezullon dhe gjysma e qeverisë është e pezulluar. Pra, gjykata nuk mund të pezullojë një ministër. Spaku për mua dhe gjykata mund të kishin kërkuar heqjen e imunitetit. Është më normal, ja kalo parlamentit dhe nëse ta zëm parlamenti e voton, atëherë kishte rënë edhe zënës kryeministri. Kështu që pezullimi në këtë rast, me pak fjalë, do të them që për mua është jo kushtetues dhe ndofta gaboj, por më aq sa kuptoj nga analistët dhe nga juristët, edhe herë po ta përsëris, po të them që gjykata kushtetuese do ta rrëzojë gjykatën e posaçme në këtë rast, për pezullimin. Për të tjerët pastaj është spaku që jeton, ka drejt të hetojë çfarë të dojë. Abilikaj? Mendoj që qeveria ka shumë drejt pyet gjykatën kushtetuese nëse prokuroria duhet të shkarkojë apo duhet të pezullojë apo jo një ministër. Kjo nuk duhet parë si mbrojtje ndaj Ballukut, sepse në fakt edhe vendimi i do jepet, besoj do jepet pasi apeli gjykos të japi vendimin për Ballukun për masën e sigurisë Ballukut. Unë mendoj që kjo duhet bërë. Ky është një precedent i cili ka nevojë për një përgjigje dhe i do mbetet për raste të tjera, krijon precedentin për të gjitha rastet e mëvonshme. Po çfarë ndodh? Politikisht ne bëjmë një gabim. Siç e bëmë me Berishën atëherë, kur gjykata kur prokuroria Spaku i ndaloi lëvizjen jashtë Shqipërisë, i mori pasaportën Berishës. Dhe ndaloi lëvizjen jashtë Shqipërisë dhe gjykata kushtetuese e pranoi dhe tha që kjo mund të bëhet sepse nuk është kufizimi i lëvizjes. Pala kundërshtare e Berishës u gëzua për këtë dhe pa menduar që po krijohet një precedent i cili po aplikohet sot për Ballukun. Pra, pa lejen e parlamentit, prokurori po i pengon lëvizjen, po i pengon një nga lirit kësaj deputetes që është tani me një është e pezulluar, pa lejen e parlamentit. Pse? Se u gëzuan për precedentin, se thanë asë ja bën Berishës. Po këto janë precedent të rrezikshëm që pastaj të kthehen mbrapsht. Të kthehen mbrapsht dhe kthehen bumerang. Të kthehen në bumerang. Ne themi sot pse e bën Rama. Rama duhet ta bëjë atë sepse kjo është gjë që duhet caktuar në kushtetut. Sepse nesër ndodh që prokuroria çmendet Spaku dhe pezullon kryeministrin të gjithë ministrat si Shtan Nikolla dhe pastaj ne mund të pa qeveri sepse ka këtë drejt. Ne s'mund ta bëjmë të gjë. Qartë. Tela? Tani, nuk është se Spaku ka vendosur të bëjë luftë me qeverinë dhe në planin e tij afatgjatë ka që radh pas radhe të pezullojë gjithë ministrat. Ky është një rast konkret. Është një çështje konkrete
për cilën vërtet është mbledhur një prokuror dhe një gjyqtar, dhe një seancë ka vendosur pezullimin e ministres, e ka vendosur në bazë të disa fakteve dhe disa provave. Në një vend normal që pretendon të shkojë në BE, një ministre e marrë pandehur dhe më pas me një mas ndaluese, duhet kishte të ndërheqen që gjërat mos agravonin dhe të përballej vetë me të. Një kryeministër mund ta kishte zëvendësuar ministren, por me të drejtën e tij mund t'i drejtojë gjykatës kushtetuese dhe të kërkonte përgjigje për mosmarrveshjen e kompetencave. Por ne hym një debati jashtëzakonisht kushtetues për një çështje të thjesht të spakut dhe të një gjykate. Po pse edhe Ajrion Velia i dorëheqën? Ky parim kushtetues. Edhe Ajrion Velia i dorëheqën. Po ky shumë. Ky deti aty kërkoi dhe nesër Angoni. Shkoi dhe kryetari e komisionit ligjeve të manipulonte telefonin. Mos ta ngatrojmë këtë. Jo, po çështja standardi është këtu. Për standard moral unë jam dakord me Tel. Një ministër, një zyrtar i lartë, në momentin që njihet me akuzën... Po prandaj nuk gjen raste të tilla as në Venecia, se s'ke ti gjesh raste të tilla. Balluku dhe Velia janë dy raste ndryshme, se Velia është rasti zgjedhur vlla. Edhe ka 160.000 vota në Kuriz. Zgjedhur i pas zgjedhur. Po pra përgjegjësia politike edhe qytetare dhe morale është që njeriu vlla kur del para akuzës jep dorëheqjen. Apo jo? Po flasim për standard pra. Ta jep të dorëheqjen. Nga Velia prandaj pra po the, o vendosim, o flasim me një standard, o flasim një po, dy po, tre, jo... Për standardi, po janë drejt. Tani them në gjuhën? Por, nëse se jep dorëheqjen, do shkarkoj prokuroria me gjykatën. Një sekond, se kemi një gabim, në tonë falë të të korrigjoj pak, se bëjmë kakofoni. Zoti Dynja... E para, prokuroria mund kërkoj çdo lloj gjë. Prokuroria mund kërkoj dhe dënim me vdekje. Ç'mendet valla prokurori? E ka gjykatën në dorë. Se ne gabojmë. Prokuroria kërkon çdo gjë. Dhe unë bëra një debat me kërkon dhe avokati çdo mënyrë për të fakt që ka gjykata në fakt. Gjithmonë adresojmë te Spaku. Se prokurori ishte akuza. Adresojmë te Spaku. Po pra, nena ka qelluar. Goja sillet si zgjatimi Spakut. Nena, bravo. Tani nena ka qelluar që na kojnë çidon. Deklarata e Altin Dumanit, kreut të Spakut, që thotë çdo kërkesë ne çojmë, na miratohet nga gjykata. Është e çuditshme, por qellon. Pra, qëllon që bëhet bashkë një prokuror, siç e thotë Rama në mënyrë politike, një prokuror dhe një gjyqtar dhe marrin këtë vendim. Tani çështja është... Tani të ndalojmë në një pikë që unë mendoj është e rëndësishme. Zoti Dyrnjaja ju thatë që Komisioni i Venecias, bile ne hapëm këtë rast këtu, dhe ju që keni qenë njeriu që keni hapur, në rastet që ka shqyrtuar, ka dalë në konkluzionin... Ka disa praktika, nuk ka një... Ka dalë në konkluzionin se drejtësia nuk mund të ndryjë në organet ekzekutive. Cilit rast i referoni? Berisha thot që Rama mashtron për këtë punë e Venecias. Pra i pam për plasin e dyve, Saliu thot mashtron, a i thot të kundërtën. Ti kujt i referohesh? Unë ju tregova një raport të Komisionit Venecias që i adresohet disa praktikave ndërkombëtare kryesisht vendeve europiane. Materialin që më dërgove mua. Është anglisht, por... Ishte në anglisht s'ka rëndësi, po ne mund të paraqitim. As konfidencial, as ilegal. Regjia mund të paraqes materialin që i dërgoj të Denisi... Bashkë me prokurorët e çështjes dhe gjyqtari do ishin mirë që të ishin konsultuar me jurisprudencën ndërkombëtare për raste të tilla. Dhe ky materiali nuk është se ka diçka specifike për Shqipërinë, ka vetëm një paragraf vogël se është shumë i hershëm kohësh nga 2013, ku në praktikën e jurisprudencës së kohës i referohet gjykatës lartë që ka kompetencë për të shqyrtuar rastet e njerëzve të nivelit ministror. Pra, ky dokument çfarë tregon nga Komisioni i Venecias edhe njëherë, po jo e paraqitim shikuesit, edhe njëherë. Kjo është ballina e dokumentit, data... Ballina e dokumentit? Pra, kjo referohet gjykatës lartë, tani është bërë gjykoja që ka marrë... Tani ne kemi një status posaçëm, por ndërkohë vetë dokumenti flet për gjykatat posaçme. Dhe flet dhe për referenca se si kanë rregullimin konstitucional, pra kushtetues të shtetit. Pra në raste kur ka mbretëri, merret pëlqimi i mbretit, supozojmë. Siç është Britania, Belgjika, Hollanda, që janë shtete, Spanja, gjithashtu, ka rastet tjera që janë shtetet republik parlamentare kryesisht, siç është Franca, Italia, që merret pëlqimi i parlamentit, para se të ndodhë. Por gjithkohës aty thotë që këto precedent janë shumë të rrallë. Për shembull, Britania e Madhe kishte 200 vjet që nuk ndodhte që i ministër kishte një problem. Dhe praktikat e tilla janë thjesht të parashikuara për të patur çdo lloj mundësie opsionale që mund të ndodhi. Por thot, në çdo rast është shumë kujdes, duhet patur shumë kujdes që njëri pushtet, pra që është pushteti në këtë rast i drejtësisë, të mos ndërhyjë kur bëhet fjalë për pushtet politik, pra ekzekutim politik.
Pra nuk edhe e ka në mënyrë shumë specifike, eksplicite, rastin kur bëhet një krim ordiner. Pra një ministër mund të bëjë dhe një aksident në rrugë, mund të vrasë dhe bashkëshorten ose natyra të tilla krimi. Në këto raste, thotë gjykata e nivelit ulët e marrin me njëherë shqyrtim dhe ecin me rastin nga pikpamja procedurale, nga pikpamja kushtetuese, kur bëhet rasti siç është në rastin ton, merret pëlqimi, thotë, i institucioneve përkatëse që i bjen parlamenti ose vetë qeveria në rastin konkret që e ka tagër të vetë politik dhe emërtesë për ta bërë këtë. Atëherë vim te prokuroria. Pse? Pse prokuroria ka bërë një gabim? E para, dhe kur kërkoi pezullimin, nuk mund të kërkosh pezullim pa afat. Se si i bjen? Ti ke shkelur prezumimin e pafajësisë. Po flasim gjithmonë pa marrë personin parasysh as çështje që diskutohen lart e poshtë. Pra po flasim për parimin. Pra ti kur merr këtë pezullim, a do vendosësh një afat 3 muaj, 6 muaj, po vendos një afat, se nuk mund vendosësh një afat pa kufizim, pra nuk mund të kemi një mas pa kufizim, dhe ndërkohë në fund fare deli pafajshëm personi. Atëherë ti çfarë shkaktove? Po sikur nesër ti jetë kryeministri ky, pra ti fut në krizë qeverisjen e vendit, pra ti ndikon tek qeverisja e vendit. Nuk ka rëndësi, është Edi Rama, mund të jetë nesër Y. Pra ne po flasim për precedentin. Pra nis një prokuror dhe thotë unë pezulloj nga detyra kryeministrit e vendit se kështu mendoj unë. Bashkohet dhe gjykatësi dhe bie qeveria. Atëherë këtu ndodhemi para një kazusi shumë të rrezikshëm në kuptimin e cënimit të një pushteti ndaj një pushteti tjetër. Prandaj masa duhet të ishte e menduar mirë dhe e kërkuar siç duhet. Nikolla e tha shumë mirë shpar, pak më përpara, kur ata mund të kishin adresuar çështjen në parlament. Sigurisht që kjo nuk ka lidhje me marrëdhënien parlamentare, po ka lidhje me statusin i cili njësohet midis një ministri që ka të njëjtin imunitet siç ka deputeti. Prandaj duhet ta kishin konsultuar mirë kushtetutën me vendimin që po merrnin dhe kërkesën që po bënin. Ndaj mendoj që nga gjithë kjo rezume, për të mos i rënë shumë gjatë, por po them dhe diçka tjetër. Tani si rrezikon provat Belinda Balluku kur ka që në 2024 që është detyrë. Nuk i rrezikoi deri tani provat Belinda Balluku. 1. E dyta, pse i rrezikoga provat Belinda Balluku dhe si rrezikoga sekretarja e përgjithshme që vazhdon të jetë detyrë? Fjala vjen, që është po në të njëjtin proces. Pra njëra rrezikoga, tjetra se rrezikoga. Ka lajthitje të mëdha spaku edhe gjyqtari që ka marrë këtë vendim. Pra në objektin dhe kërkesën që ka për rrezikimin e provave po flas. Pra në shqyrtim të ftohtë. Unë s'dua të bëj gjyqin, sepse gjyqin do e bëjnë ata që e kanë për tagër ta bëjnë, pra gjykatësit kushtetues. Por ka logjika që të çdojnë në këtë histori. Pra gjithë historia se si është nisur, ose është një padituri nga pikpamja ligjore e prokurorit dhe gjyqtarit bashk, ose është një akt i qëllimshëm pastaj që s'di se ku do i nxjerr. Por besoj që isha i qartë apo jo në shterim. Çështja është me shumë pikpyetje të mëdha nga pikpamja interpretative, se si ata e kanë bërë. Mund ta kishin bërë në gjendje komplet lirë të vazhdonin hetimin të thelluar gjithashtu, por provat ajo nuk i prish. Pra ata pengojnë në këtë rast edhe krijojnë një precedent shumë të rrezikshëm nga kjo pikpamje dhe gjykata kushtetuese me siguri nesër Sali Berisha do të dozojë në gjykatë i padi kundër Edi Ramës, që ky është një presion, kjo që bëri Rama sot është presion ndaj gjykatës. Si mendojnë tani, ky është një presion vërtet ndaj gjykatës apo një normalitet për një person që është palë në këtë rast pasi kërkesën e ka bërë ai si kryeministër? Se kërkesën e ka bërë Rama si kryeministër. Doktori ka dy standarde në këtë çështje, me spakun dhe me gjykatën. Një gjyqtare që e bëri sallat, apo që është një që ka çështjen penale të saj, Irena, çfarë nuk thot. Altin Domani çfarë nuk i thot. Në të rast që i intereson politikisht, thot që spaku është korrekt dhe gjykata korrekte. Nuk e di ylli nëse më gjej. Pra doktori ka dy standarde në këtë rast. Po të kishte një standard si për çështjen e vet, si për çështjen të rast, në të rallë që është për çështjen Balluku dhe para ditës që ka çështjen e vet ai thotë të troplini këtij. Pra ne them që nuk është i besuar në këtë çështje. Po të kishte të njëjtin standard. Po, unë do shkoj në gjykatën e posaçme të përballem thotë dhe ka drejt gjyqtarja që të përballem me ti. Edhe thoshte edhe për Ramën, po, atëherë e besoj. Pra, para ditë thotë ndryshe, pas ditë thotë ndryshe. Nuk e besoj këtë. Unë them si qytetar, si gazetar, nuk. Ju si mendoni? Besoj që është për vetë doktori kur ka çuar në gjykatë kushtetuese masën e sigurisë vet, e ka shoqëruar pikërisht me deklarata para vendimit të gjykatës. Dhe kjo nuk ka asgjë të keq. Qartë. Nëse ti je pal dhe ti ke të drejtë, sigurisht do mbrosh kërkesën tënde. Kështu që besoj që Rama si pal në këtë rast, Rama ka bërë kur s'ka qenë palur.
Këtë herë është edhe një herë që është justifikuar, se Shpal ka kërkuar një shpjegim për një nen të kushtetutës, jo për Belinda Ballukun, pra nuk është se po mbron një njeri që është në hetim ose i pandehur nga Spaku, po kërkon një përgjigje për një nen të kushtetutës. Si interpretohet kjo? A ka drejt në gjykata të ndryshë të ekzekutivit? Qartë. Dhe besoj që nuk ka asnjë gjë të keqe sikur ky debat bëhet edhe para, edhe mbrapa se vendimit të gjykatës kushtetuese. Po. Rama thot ndërkohë që se nëse lejohet pezullimi i Ballukut, kjo do të vendosë një precedent rrezikshëm Po kallën e vetë. dhe për të ardhmen. Si e mendoni këtë? Dhe mos ka frikë Ramadani se Spaku vetë, mo. mund pezullet e Ramën. Po normal. Si thot Ramës i pezulluar, Jo, e ka pezullon. mund t'ja thot rahat fare nëse krijohet ky precedent. Zëvendës kryeministri është njësuar, po mirë fal, nëse kryeministri ka një smundje të rëndë në një moment që është vakum dhe mbledhja e qeverisë i drejton zëvendës kryeministri. Zëvendës kryeministri merret në masë si kjo. Ç'a bëhet? Ka një ndryshim Denis. Populli në shumicë ka votuar Edi Ramën për kryeministër. E dinte që përpara se të votonte se kush do ishte kryeministri. Që nuk hyn në debat pozicioni i kryeministrit, por nuk ka votuar zëvendës kryeministre Belinda Balloku. Ka votuar një qeveri që do drejtojë Edi Ramën. Jo, me këtë precedent, fal Andi, nesër Spaku dhe gjykata pezullon dhe kryeministrin. Po e tha? Po kryo, absolutisht. Po nuk e pezullon pra. Dhe gjysmën e qeverisë. Po ju nuk ka vlerë për kë votojnë, sepse ne Prandaj ka nevojë interpretimi dhe vendimi i gjykatës kushtetuese Andi, që krijon një herë një standard. Ka kontekst dhe ka interpretim, ka një lloj fryme kjo gjëja. Pra nëse ne kemi votuar Edi Ramën për kryeministër në shumicë, e kemi ditur që përpara zgjedhjeve se kush është kandidati për kryeministër. Spaku nuk mund të përdori të njëjtën logjikë si ndaj kryeministrit, si ndaj një personi që ka postin e zëvendës kryeministres, por i caktuar nga kryeministri në një mbledhje të asamblesë ku askush nuk e dinte se kush do të ishte. Është funksion administrativ, ekzekutiv dhe politik, ai ka zëvendës kryeministri, ka funksion politik, si. Po është i emëruar në kohë. Dgjoj, politikisht vlen kjo i thua ti. Juridikisht nuk vlen. Këtë do presim ta dëgjojmë ne. Pjesën juridikisht do të dëgjojmë. Juridikisht ta them vetëm për pjesën tënde s'do merrem me Spakun. Pra, ne politikisht e dim për këtë votojmë. Juridikisht nuk e dim, sepse Partia Socialiste që merr votat vendos nesër të mos çojë emrin e Edi Ramës të presidenti. Po s'kan pra e kanë caktuar ato, e kanë statut. Jo, se kanë statut ato. E kanë kryeministrin, kryetar partie, mo. Po lemo, po pra ndrojnë ata emrin e çojnë presidenti. Po nëse do ta ndrojnë ata bashkë. Nuk ka lidhje. Çështja juridike. E dyta. Po ashtu si kryeministri, edhe zëvendës kryeministria nuk është caktuar në asamble, ka votuar parlamenti, është dekretuar nga presidenti. Një pushtet që buron nga parlamenti, që është në një republikë parlamentare, legislativi është pushteti unë i parë. Një pushtet që buron nga parlamenti nuk ka pushtet që e i dot. Edi Rama sot e i dot Belinda Ballukun në qoftë se nuk i drejtohet parlamentit. Vetë ai që ka vënë. Se do i drejtohet parlamentit. Është votuar ndërkohë. Po pra. Ka marrë dhe betim. Se ka marrë votën e parlamentit, është votuar te presidenti, do i shkojë një herë presidentit, pastaj parlamentit. Është akt kushtetues po? Është akt. Si mund dalë një pushtet, pra e vetë ekzekutivi, një pushteti që buron nga legislativi nuk e hiq dot, që e ka brenda aty. Varsin e vet. Kushtetuese. Jo më të heqin varsin dikush tjetër që ti s'ka as lidhje me ty. Ky debati ka qenë zëvendës kryeministria mund të pezullohet nga detyra, e kap neni kodit procedurës penale apo se prek. Një pjesë e juristëve thonë që po e prek. Një pjesë thonë nuk e prek sepse është emëruar dhe nuk po e prekim te pjesa e deputetëve. Po këtë do e vendos gjykata. Por ajo që është më e rëndësishme në gjithë këtë histori është që nga dita 0 e deri në vazhdim ne po merremi me konflikt kompetencash. Por në asnjë moment zëvendës kryeministria apo kryeministri nuk janë marrë dhe të thonë, dëgjoj, prokurori Spakut dhe gjyqtari Gjykos u mblodhën dhe morën këtë vendimin, asnjëri prej tyre nuk ka hyrë dosjes dhe thotë, kjo dosje që këta e kanë ndërtuar është komplet mashtrim, të gjitha këto mesazhet janë të manipuluara, dakor, nuk ka ndodhur tenderi, nuk ka ndodhur vjedhja. Mund të bëjnë gjykimin e dosjes ata. Jo, më jo të bëjnë mbrojtjen, po them, nëse mendojnë se ky vendim është i padrejtë, mbrohen. Kryeministri nuk është në hetim. Po kryeministri. Dakor, Balloku është në hetim dhe ndoshta s'flet dot se është në hetim, por kryeministri nuk është në hetim. Dhe autori i kësaj gjëje, ne e dim gjithë, është parë në fotografi që është kryeministri. Dhe mund të thotë,
Po, mor zotri, si shta Batoni. E bëm për arsye gjeopolitike. Po, kam E bëm. Nuk kemi ligjë ku e më ashtu, po e bëm për arsye. Pra, kryeministri një ratë parë, do të japë shpejt. Nes mund t'i kërkojmë janë miliona euro aty. Ne kemi qef të diskutojmë mediatikisht, mu. Ato 2 milion, po para se të merrem me këtë debat, se po është debat. Hyrja në debatin e konstitucionalizmit, është kjo apo jo kushtetuese, është shumë e rëndësishme, është shumë teorike. Rama merr postot e debati sot është kështu, kush kuan këto para, mos aty. Kush i mori parat? Kush përgjegjës për parat? Duhet ta zbati. Që s'na jep as dosje spaku. Jo, zoti Rakipi, them një mendim timin? Për këtë punë të kemi thirrur. Për këtë të llogaras? Për këtë kemi thirrur. Fal. Tani sipas meje dhe aq sa kam eksperiencë, unë po të them që tendri i llogaras siç është thënë, nga gjitha palët është një tendër gjeopolitik apo? Kështu është thënë. Gjeopolitik. Jo nga gjitha palët, është thënë nga pala mbrojtëse. Shumica. Dhe fakti është që edhe kështu kam bindjen që është një tendër gjeopolitik. Pavarësisht gjeopolitik nuk kemi dëgjuar ikun. Tendër që më thonë për interesat të mëdha rajonale strategjike. Është i njëjti tendër ose i njëjta mënyrë zoti Rakipi, siç bëri Berisha me kompaninë amerikane për rrugën e kombit. Bekteli. Po. I dhan disa para. Që i dhan, fal. Unë mbaj Bekteli serdi fare aty, po caktoi dhe ai një turke. Ylli, jo. Ishte edhe i kompani italiane e cila ishte më e mira dhe dha një çmim me tullt, aje mori me $600 milion dhe pastaj shkoi 1.3 miliard dollar. Dhe fal, po i nderuar, të mbaroj. Po Nikola po thotë tjetër tani, nuk ka lidhje me gjyqin. Denis, i dashur. Po thotë që kjo ka ndodhur, doktori ka dhënë tender strategjik. Ta mbaroj logjikën. Pra, e njëjta metodë është përdorur edhe një tender gjeopolitik ishte, si edhe amerikanëve. Dhe për mua bëri shumë mirë, le që a thonë lartë e poshtë. Absolutisht, ja dha një kompani amerikane, po kështu kam mendimin tim unë. Dhe ishte një lëvizje geostrategjike. Edhe në këtë rast, nuk di për pjesë tjera të akuzës ndaj Ballukut, për unazë ato përgjigjet vetë, por për tendrin e llogaras mendoj me logjik, aq sa kam dëgjuar, është një tender që s'ka guxuar njëri të marrë para nga kompania Erdoganit. Asnjëri s'guxon. Ti thoj Erdoganit para t'i ndajnë për gjysë, asnjëri, edhe nëse ka shkuar një 50 milionerë, thonë më shumë, apo jo, Andi? Kjo është shifra për mua. Ky është një tender i cili han diskutim, po për mua në këtë rast asnjëri s'ka guxuar, edhe sikur të ishte dashur kryeministri, edhe sikur të ishte dashur zemrës kryeministja, si ambati të kërkonte Erdoganit. Kjo është bindja ime. Kush në ligj për të tjerat? Jo, po s'ka ligj referat. Ne flasim, fal. Po mirë, ja po themi logjik. Tendra gjeopolitike, gjeokombëtar tani. Ti ke Ukrainën. Ukraina i tha Trumpi që dua mineralet e rralla? Është e padrejtë? Ai atë kërkon. Ai kërkoi aty dhe në këmbim të mbështetjes. Marrëveshje tjetër, është marrëveshje që janë gjeopolitike të tjera. Parlamenti, ai ja çon parlamentit e tjerë tjera. Është tjetër marrëveshje. Po thotë një gjë tjetër që ti bën sikur se kupton tani. Si bëj sikur se kupton? Se jam unë idiot. Po jam po thotë, jo më nuk je idiot. Po ja dëgjoj tani. Ç'mendoj unë? Mos u nxem. Niko po thotë një gjë, o zotëri pritën. Po thotë që ja, dhe tani aty erdhi Trumpi, thotë që kështu i merr. Metalet e rralla ti rëmben, ti merr. Mos ta ka ardhur njëri më zot. Ne kemi patur më përpara, thotë. Është bërë një garë. Po 1 minutë më. Po pse më Bektelin që solli se çfarë? Të gjithë çu kanë sjell. Jo vetëm Bektelin, po dhe e drama kështu ka sjell, po dhe të gjithë të tjerat. Po bëni homologimin e ngjarjeve nga analogji që nuk qëndrojnë. Ka një garë, ajo gara ose është sagllam ose s'është sagllam. Nuk ka garë gjeopolitike kur ka tender. Se i bje që të kemi tender gjeopolitik, kemi dhe tender gjeokombëtar. Ore, jam dakord. Shkon kjo logjika tani. Bëhet folklor fare. Po ka disa gjëra që edhe nuk thuhen në shtet. Nëse ai Edi Rama dhe Belinda kanë vjedhur $50 milion, të dy të shkojnë në burg. Po unë jam i bindur se këto i ka marrë kompania Erdoganit Sultani. I ka marrë Sultani, thotë Niko. Orë ka një me ofertë, mos ka marrë njëri asë gjë. Ka prekin parat e Sultani, për të shkrinë Sultani, më qërë thutë. Donatini Turqi, donatini ambasadën Turqisë. Se kohë se është boj gjellë fare kësë. Ta seri pak. Ja ta sero, ja. Janë dy tendera. Unë të thash, edhe ati që ka bërë Berisha, ka bërë shumë të drejtë. Absolutisht. Pavarësisht se që në Lulbashën në përgurja, po jo, ma men Ministrë Transportit? Po. Nuk e në gjithë. Do na menim qef, do na shpallin në ngrata në Turqi. Se Greqia i shpall dhe i shpall, po do na futni dhe... Ka një problem, se po bëhet një kakofoni një nga tres shumë e madhe. Janë bërë 2 tendera. është bërë tender i parë, janë fut ofertat. Thot, më shkruan që këtë geopolitikën e ka futur Batoni, thot dhe mbeti këshu. Se se ka futur një tjetër këtë geopolitikën Batoni. Batoni. E nese, mi e futi Batoni të gjë. Dhe engërën të gjithë, se Batoni të fut gjera që i haure. Batoni. Thu e vazhdo, po më lejo të them të në një gjë o zotri tani. Po t'ishte ka geopolitike,
Kjo qeveri ka treguar që ka bërë dhe ligje nominal, ka bërë çdo gjë nëse ka dashur. Nëse do ishte kështu, edhe mund ta bënte, mund ta shpjegonte, e mund thoshte do e marrë kjo kompania, por aty u hap garë dhe morën pjesë shumë kompani, pra u bë gara. Tashin, qofse garën ti do ta justifikosh me geopolitik, mund t'jetë dhe kjo një lloj mbrojtje, po as këtë nuk bëjmë. Po gara është garë dhe gara është si garë. Andi të bëj serim. Unë s'pëmbroj asnjë, unë pëmbroj mënyrën se si një shtet i vogël mbijeton në alansat mëdha gjeostrategjike. Dhe kjo mënyrë, absolutisht. Po duhet bërë ligjore edhe kjo. Po mirë, më dakord. Po është për këtë gabuar më totalisht. Po unë po them që gabuar më ata kanë hyrë garë normal. Nuk e besoj këtë histori që ka guxuar një kanë hyrë garë më normalisht si sultani dorë. Ne gjithmonë do gjejmë mbas çdo gjë do gjejmë një kështu, ka kjo psikolog. Spaku thot, ne e marrim që është e vërtet. Tani për momentin. Sepse s'kemi vendim gjykate. Prezumim pavarësisht se konsultohet. Spaku akuzon për shkelje të barazisë të tenderave. Pra, tenderi nuk është i rregullt. Ta provoj pra. Dhe justifikimi që kanë nxjerrë një nga mbështetësit, një nga mediat apo qeverisë, Batoni që kanë nxjerrë atë, është justifikim që nuk reflektohet në ligj. Batoni ka mendoj që ka drejtë e të vërtetë. Jo, është një version. Ajo ka qenë një garë të gjitha. Është një version i pambështetur në Ore, ligj. një sekondë, se nuk ma la ylli sepse futet gjithmonë i kujtojnë gjëra dhe ta ndërpret. Kemi 2 gara, është bërë gara e parë, kanë hyrë konkurrentët garë, kanë dhënë ofertat dhe janë skualifikuar të gjithë tenderi kanë mbaruar pa kualifikim fituesi. Është dhe gabuar ose është qëllimshme ose nga padituria që thonë ka fituar Gjoka tenderin e parë. Nuk e ka fituar Gjoka tenderin e parë. Firma Gjoka, që është ekzekutore e punimeve, ka dhënë ofertën më të ulët në tenderin e parë dhe kaq. Dhe nuk e ka fituar. Nuk e ka fituar Gjoka. Ndërkohë gjithë gazetarët nga pa informimi ose nga ja kanë futur thonë e ka fituar Gjoka dhe Gjoka hyri dhe ke e dyta që edhe ngatrojnë gjithë dynjan. Jo gjithë, jo. Po jo pra jo, një sekond, prandaj po e sqaroj. Jo ti o zotri. Unë po them dalin dhe po kanë futur shumë njerëz. Që thon këtë gjë po them, jo të gjithë gazetarët në tërësi. Se ju s'po e thoni praktikisht, po them ata që e thon. Pra ngatrojnë tenderin e parë. Nuk pengohen të thonë. Në tenderin e dytë. U hap gara prap dhe fondi limit ka qenë i njëjtë si në tenderin e parë. Oferta minimale ishte Gjoka me 140. Pra kemi një dysheme. Dhe fiton kompania, hapen ofertë dhe fiton kompania turke. Kompania turke thot unë një sekond, pse do hy unë këtu marr një firmë nën kontraktori që ka dhënë ofertë për punimet, që ishte praktikisht Gjoka. Ofertën më të ulët, po them. Po pra, dhe i mbulon me këtë shumë punimet, është logjik biznesi, po vëlla. Dhe bjen dakord që Gjoka të bëj punimet, ata morën tenderin, se qa bëjnë ato me dokumentat edhe me lekët edhe me gjithë gjërat. Është historia vetë. Një sekond. Tenderi Ja ta mbaroj për një sekond. Ja ta mbaroj më burr. Po ta saksoj për njerëzit, po ta saksoj. Tenderi i parë, pavarësisht se u anullua tenderi, kriteret ishin vendosur që ta fitonte Gjoka. Jo, Gjoka ishte kush e tha këtë? Po sepse në bisedat e tyre. Po se fitoi Gjoka atëherë? U anullua tenderi, por në bisedat e tyre, kriteret ishin për 5 vitet e fundit kishte këtë prodhim, e ndryshuan e bën 3 nga 5 vitet, sepse po një dhe se fitoi për Gjoka që do ta nuk i plotsonte dot kriteret dhe ndryshuan. Plum Gjoka ndryshojnë kriteret dhe ja bën 3 për 5 vite. Dhe e fitoi kush? Nuk u anullua tenderi. Po pse? Pse? Një sekond, o Toni. Pse u anullu tenderi? Po pra, sepse ministra tha anulloj tenderin. Po pse tha ministra, pra? Ora kam një ndjesi që nuk pëlqen nga tekstet e përgjithshme. Jo, se s'është shumë hipotetike, pra duhet ta dish nga bisedat. Nga bisedat. Nga bisedat, okej. Tani, o zotri, ky nuk është në këtë tender, Gjoka. Ta lëm tani, ose vajte futni dhe emra tjerë. Po këtë pra po them, mos e përzihen njerëzit, jo Gjoka, jo ai, jo ky, jo ky. Nëse ne hynë që themel, po ideja është që një shpjegim minimal përveç hedhjes në kushtetuese, Edi Rama e ka detyrim për ta bërë. Detyrim ka flet për çështjen, sigurisht çështje kushtetuese. Jo, jo, këtu është çështje parash që kanë humbur. Ore, ky ka dhe frikë se mos e pezullonin dhe Ramën. Kanë fituar me 170 milion. Këta mund të pezullonin 170 duket vajti. Ju ka Spakut mund të pezullonin Trumpin oti? Po ta marrë vendimin gjykatësi, mund t'i çojnë atij i pezulluar. Ai arreston të gjithë Spakun këtu. Ai të dërgon ekspertët. Ai të dërgon ekspertët dhe të arreston gjithë Spakun. Nikola është gati. Dhe Nikola do hitet pastaj do mbaj fjalin prap. Por pezullojnë. Ja arrestoi thotë tani dëgjoj. Një gjë tjetër tani t'ju pyes shumë. Përfitojmë se gjykata kushtetuese rezon Edi Ramën për Ballukun, ç'ndodh tani? Është një goditje e madhe kjo apo çfarë është? Ta zëm të kundërtën ose ne tani Dëgjoj, kjo është gazetar jemi. Është një goditje që nuk vlen fare për Ramën. S'vlen.
Po sepse e zënë se gjykata kushtetuese do thotë po, e ka të drejtën për ma sigurie, Spaku dhe GKO-ja ta bëjnë, po. Në apeli GKO-s thotë kjo ma sigurie nuk aplikohet për rastin Ballukut, mbaroj, qa unë, ajo këthet në detyrë. E dikush do ishte problemi. Ky është precedent që krijohet për të ardhmen, nuk është për rastin fjalë. Jo. Rastin fjalë vendos apeli GKO-s. Problemi do ishte nëse Edi Rama do thoshte ditën e parë që ky vendimi që ka marrë GKO-ja është i padrejtë, shkeli kushtetutës, ne nuk e zbatojmë, ne nuk e njohim. Ai do ishte problem. Ai ishte, por kryeministri ka thonë, ne do e zbatojmë vendimin që ka marrë GKO-ja. Por do shkojmë ta ankimojmë gjykatë kushtetuese sepse mendojmë ndryshe. Dakor? Dhe ta vendosë gjykata kushtetuese. Kështu që sjellja është normale. Tani nesër do ndodh kjo dhe pastaj do ta kemi emision. Do vazhdojë. Nesër vazhdon do. Po ajo do vazhdoj. Sa mund të vazhdoj ky proces tani Para se sa do të caktojnë një datë seance, do mblidhen gjyqtarët, ta diskutojnë dhe pastaj mund të vendosin gjyqtarët nëse do bëjnë seancë të hapur apo do marrin vendimin në bazë të dokumentave që kanë, pra parashtrimeve që kanë bërë dy palët. Para vitit të ri andi do ta mbyllin si çështje, besoj. Është çështje sensitive dhe ka nevojë. Po çështja vazhdon. Procesi jo. Gjykatë kushtetuese thonë. 5 vjet më do vazhdoj. çështje sensitive. Ka mos është apeli GKO-s që mund ta kthejnë detyrë Ballukut. Tani pa u hedhur fall secili nga tani pa u një pyetje të fundit kam tani që të largohemi, the mund ta mbyllim, se vetë ka të zakone vetë që vjen në regjumit nivë. Dhe populli që ke dëgjuar ti, bileti flem shpejt kam dëgjuar. Jo, një natë, 2 natë. Që se quat shpejt ti. Ti vojtë kënë nga përgjimësia? Jo, jo, se zëmë pak vonë. Ore, unë i kam rënë në 11, ti nuk dele, dhe. S'kom dhe shtë hapë. Se di, për më kam frikë se fleni, ko. Mirë është të vazhdojnë pas taj të pjesës. Ta vazhdoj me vonë. Të kafe. Dhe tani, pa edhur falë tani, çfarë mendoni për nesër tani, se cili? Shikojmë kujtë t'i dalë, mësë. Edhe si falë t'i. Falë. Pyetja është... Jo për falë, por ne... Je nisë me pyetjen që do ketë vendim... Por me që keni t'gjuar e parë këto ko, që mendoni tani, se gjithë sy e veshë... Unë e kam shumë shkurt. Unë mendoj që kushtetuese duhet ta marrë dhe duhet t'japi vendim pro ose kundër garanci. Por duhet të ketë një përgjigje kjo pyetje. Duhet të ketë një përgjigje patjetër kjo pyetje. Zoti Nikol, ti si mendon tani? Do ketë një përgjigje kjo pyetje? Me Antonin jam, por mendoj që gjykata kushtetuese do japi të drejtë Ramës. Drejtë Rama. Tela? Unë them që nesër 3 gjyqtarë do vendosin që çështjen t'ia kalojnë gjykatës. Pra do kaloj për të gjykuar. Po patjetër. Sepse minimalisht do gjykohet kërkesa e kryeministrit. Ka mosmarrëveshje mes GKO-s dhe qeverisë, po apo jo? Kjo është e rëndësishme për të zgjidhur. Tani, zotë Denis Tisi. Unë jam me parimin, kur flet drejtësia, në tjerë duhet heshtin. Që të heshtin, more, po temi që do ndodhë... Do presim drejtësin, vlat. Presim drejtësin. Ne nuk po japim vendimë. Po ne vendim, ne pretenca... Ore, që ndodhë nesër kalon... Ne bëjmë apele... Si me ndonë se është me mira, ne thamë që është me mira. Si është me mira, mo? Me mira është të ketë një Se ti edhe jurisë, o? Me mira është që ky është një precedent që do vendoset në kohë. Pra, çdo akt i gjykatës kushtetuese, vendim kthehet në ligj. Dhe duke patur parasysh Denisi era herës ka gjutë të drunjtë mo. Do të përgjigjet. E ka kështu më ja. Pam e fut gjutë. Jo më na tregove, mirë na tregove. Vendimi i gjykatës kushtetuese kthehet në ligj. Pra, kthehet në ligj thua. I përjetshëm, pra kthehet në precedent. Në vitin kaq gjykata kushtetuese vendosi këtë dhe nuk ndryshon më, nuk ndryshon. Nuk ndryshon. Dhe më falë, pra, që am pyte. Në qoftë se do krijojmë precedentin, nuk ka rëndësi bëhet fjalë për Edi Ramën, Belinda Ballukun, Ylli Rakipin apo Deniz Zyrjanën. Bëhet fjalë për parimin në tërësi në kohëra, pra në shtrije kohore. Kështu që gjykata duhet të çmojë jo personin, po parimin dhe precedentin. Kështu që mendoj që në ftohtësinë e vet ata do marrin vendimin e dur që i shkon për shtat ekuilibrit të institucioneve dhe pushteteve. Pra nuk ka rëndësi, Edi Rama është i përkohshëm, Belinda Balluku është e përkohshme, shteti është i përjetshëm. Po dhe pak e çuditshme është kjo, të nderuar të shikues kjo, se tani dakord, po pasi kur tu hip këtyre të pezullojnë 6 veta, 7 veta. Po pra, prandaj duhet vendimi i gjykatës kushtetuese. Prandaj duhet një sqarim për të. Duhet një sqarim i qartë dhe i plot. Siç gjykata kushtetuese vendosi për Erion Veliajin stop, që i vuri fre Edi Ramës, i tha kjo është po i tha stop dhe bëri shumë mirë që i tha stop. Fitoi shteti Republika, e mban mend që kam thënë. Republika ti e. Po dhe tani prap duhet fitoj Republika pra. Prap duhet fitoj Republika dhe gjykata kushtetuese edhe gjë tjetër. Është hera e parë, periudha e parë që në historinë e Shqipërisë Republika dhe s'marrin asnjë këta. Ne kemi Lirojnë dhe veliun fare tani. Procese
aktive, politike dhe të drejtësisë. Pra shteti, me një farë mënyrë, Do me thënë këtu Ilir Meta mbetet në burg. të konstitucionalizmit. Dhe kjo është një shumë e thjeshtë, shteti po funksionon më mirë një shtet që ka debat, ka polemika, ka përplasje, qoftë dhe me pëlqim pa pëlqim për vendime, por shteti funksionon dhe po vjet në sprov. Po vjet në sprov gjithashtu edhe... Dhe këtu funksionon, thot Denisi nderuar të Zhikus, po vjet shtetin prove të gjitha. Po patjetër. Dhe këtu tani edhe mundirojnë këta të gjithë dhe mbetet vetëm Ilir Meta aty dhe thot ja peshkoj mat aty brenda është. E të gjithë dhe vazhdojnë kjo loja... Ktheve tani... Po pisha ka. Ja bëri gol Ilir Metës tash i thot, po ky ylli çka ka... Jo, unë, jo. Po ai mbet... Po vetëm ato të burg, po nxirë dhe Ilirin o vlla. Po nxirë pra. Po si ta nxirë, po ti e lën burg. Se e ke marrë këtë 2 vjet. Po e lën burg o vlla. 2 vjet, po ka 2 vjet. Ilir Meta Ore 2 vjet. Faktove ti tani. Po 2 vjet tani se i vetmi njeri... Se tani po ja fut tik Ja ti. bëre fiksim ti. Jo, nuk ja bëj fiksim. Po ja bëre fiksim. Se unë po them një gjë tjetër. Sa është bërë? Një vit e Një muaj. Po pse duhet ishte në burg? Po në rregull pra ta lirojmë. Se njeri tjetër s'po futet. Vetëm Ilir Meta në brenda, a the kështu? Apo jo? Po pra se vetëm ai mbetet. Do një tipi. Ato kanë lënë. Edhe Lali po bën një Pa me ndjenjat e tjerë. Edhe Lali erim. 10 muaj bëri Lali. Se u i bëri 10 muaj Lali. Nderuar të shikues tani të presim, ë? Nesër është pranohet son kolegët. Pastaj do presim ditë do vinë. Të punë kemi ne. Ne presim, ju ka të marrim vendime gjëra. Ta kaq kishim, se më shumë, ndoshta nuk i vonuam shumë sot, ë? Nuk i kërkojmë ndjes. Do flet çik më herë sot. Sepse jeni më herët dhe më të lirë. Nesër është punë. Edhe po buzëqeshin edhe operatorët janë më të gëzuar sot me shohun, se nuk vazhduam gjatë, shumë. Zoti Nikol, faleminderit shumë. Faleminderit. Najsi shumë. Më bilega? Doktor, gëzuar shumë. Ty së të morë mirë në shkrajqe sot. O i mengjër të i djatë. E kupton me rishikimin e programit. Me rishikimin e programit, pse ti mendon që unë do të shkoj prapë këtë që bëra? Po tani, nëse do shikosh do të gjej mesazhe. Tela Dunjaja, faleminderit shumë. Nderuar të shikues, kaq ishte emisioni për momentin e sotme. Pas 3 ditësh, 2 ditë e gjysmë sa kanë mbetur, të vinte ne do të rishihemi në emisionin tjetër. Faleminderit, natë në mirë.